After 1945, across a continent ravaged by war and famine, Europe's people looked for a way to rebuild for the future. Displaced persons returned home or made new homes, as Europeans have for many centuries. A handful of European leaders decided that the best way to prevent war was to share the things which nations had been fighting for, and to build closer bonds of friendship and trust. The first step was the European Coal and Steel Community. A few years later, the signature of the Treaty of Rome led to the creation of the European Economic Community and laid the foundations for today's European Union. The Treaty of Rome paved the way for a number of common policies. A common market was created, with the removal of borders and barriers for goods, people, capital and services. This allowed cross-border trade to flourish, making war between neighbours simply unthinkable, and generating prosperity and opportunities for millions of European citizens which they had not known before. Putting in place these four fundamental freedoms helped Europe's economies develop and led to the creation of the world's biggest trading bloc. The Common Agricultural Policy was also launched with the Rome Treaty, at a time when Europeans knew what being rationed and hungry meant. They knew how much food makes a difference between life and death, between good and poor health. Over the last 60 years, ensuring that Europe is self-sufficient and that we can secure our food and be sure of what we eat has been a core priority of the European Union. After the Second World War, Europeans wanted a strong social policy aimed at sheltering the weakest, and so the Rome Treaty established the European Social Fund. Today, over 1/3 of the EU budget is spent on economic and social cohesion. The European Union was founded on coal and steel. Today, the European Energy Union will ensure that Europe has secure, affordable and climate-friendly energy. Wiser use of our resources and greater energy efficiency are key to fighting climate change and also to generating new jobs, growth and investment in Europe. Over time, new challenges emerged in Europe, with technological progress, globalization and several enlargements of the EU. This called for an extension of the fundamental freedoms into new domains. In May 2015, the Commission launched a strategy for creating a digital single market, providing people and companies with better personal protections online and creating the right conditions to maximize the potential of the digital economy. In 2016, the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, called for a European pillar of social rights in the euro area to address crucial social challenges, including poverty and income inequality. The Commission also created a European Solidarity Corps in 2016 to provide new opportunities for young people in Europe. Over its 60 years of existence, the Treaty of Rome has evolved with the European Union, and new treaties have been needed to keep pace with its growth and development. The history of the Union that has been formed under the guidance of this treaty is of an unprecedented nature in Europe. We are looking back on over 70 years of peace, which our continent has never known before. The journey has not always been smooth. It is a story of individuals and their lives. It is a story of institutions and their leaders, of men and women working tirelessly to overcome differences. It is the story of common values, common goals, common standards and common policies developed together, leading to the emergence of a stronger union between Europeans. In a globalized world, today more than ever, united we can shape the world and secure our place in it. Mbrëma dhe mirëseardhje të nderuara zonja dhe zotrinj. Europa në 60 vjetorin e saj, një moshë jo vetëm pjekurie, por përtej saj, në moshë të mjaftueshme për qenë të pjekur, por edhe të arsyeshëm për ato çfarë kanë së bashku, sfida, interesa, kriza. Duket se Bashkimi Evropian po kërcënohet si së jashtmi, ashtu edhe së brendshmi së fundi. Është rasti i Brexit apo edhe kriza e refugjatëve, kriza ekonomike, Le Pen në Francë, çfarë do të ndodh me të ardhmen e Bashkimit Evropian? A mund t'i shpëtojë 60 vjet Europë krizës mundshme? Pyes edhe ekonomist në kopertinën e javës së kaluar. Çfarë do të ndodh me Ballkanin nëse ka një problem Bashkimin Evropian? Cili është roli i Rusisë, i administratës Trump dhe ku hyn Shqipëria në gjithë ekuacion të Bashkimit Evropian? Për këtë do diskutoj sonte me të ftuarit e mi. Ua prezantoj pa humbur kohë Albert Rakipi, drejtori i Institutit Studimeve Ndërkombëtare. Faleminderit që ndodheni këtu.
Bravo, faleminderit. Për një temë që zakonisht nuk është shumë tërheqëse nëpër ekrane, nuk e di pse. Si të duket, si e vlerëson? Po, mendoj se përgjithsisht shqiptarët merren shumë me marrëdhënie ndërkombëtare, duhet të them ekranet, gazetat, opinionistët. Por ndoshta nuk ka qenë kaq e pranishme në themi kohët e fundit, dhe kjo ka besoj një shpjegim që lidhet me zhvillimet e brendshme politike, por me zgjedhjet në Amerikë që kanë dominuar, si thuash, debatet politike në kudo, përfshirë dhe një vend vogël siç është Shqipëria. Por ndërkohë do thosh edhe zhvillimet e brendshme politike ose në rajon kanë qenë të tilla që kanë marrë një farë mënyrë vëmendjen e publikut dhe të si thuash studiozëve ose të analistëve. Por sigurisht Bashkimi Evropian dhe Integrimi Evropian ka qenë një temë dominuese dhe është vazhdimisht temë dominuese në opinionin publik shqiptar. Nuk e di nëse mendon njësoj kështu edhe Malinda Bregu, deputete e Partisë Demokratike, kryetare e Komisionit Parlamentar të Integrimit, kryetare e Këshillit të Integrimit. A flitet mjaftueshëm për Bashkimin Evropian, çfarë përfaqëson për a ka europianistë në Shqipëri? Do të kisha qenë shumë e kënaqur që jo vetëm të kisha dëgjuar që të flitej mjaftueshëm për Europën e Bashkuar, por njëkohësisht kishim qenë edhe më agresiv në plotësimin e detyrimeve tona për të shkuar drejt Europës. Megjithatë, kam përshtypjen që edhe në Bashkimin Evropian dhe në vendet anëtare sot, flitet siç flitet për një situatë krize. Pra, janë gjitha tonet, janë nga ato të nostalgjisë të dikushme, kur shumë vende kanë tendenca dhe mendojnë se ishin më mirë kur ishin më keq në kohën e politikave të ngurta nacionaliste, apo ka dhe nga ata të cilët mendojnë apo bëjnë parashikime se cila do të jetë e ardhmja e Europës nesër. Për gjitha ata që e njohin, pa dashur dhe duke uruar që sonte asnjë nga ne mos jetë vetëm duke u marrë me hallin e Europës në tërësi dhe në përgjithësi, por edhe për raportin ton me të, besoj që gjithë ndajnë njërin mendim se në rast se nuk do të ketë një zhvillim dhe nuk do të ketë një ndryshim dhe lëvizje për të ndryshuar dhe formën në cilën është sot Bashkimi Evropian, do ta ketë vështirë mbijetoj. Faleminderit, zonja Bregu, do të flasim më detaje në vijim. Ervin Bushati, deputeti i Partisë Socialiste, faleminderit që ndodheni këtu. Një konsiderat parapranke si flitet nëpër ekrane, në media, në opinion publik për Bashkimin Evropian. Përcip tazi, a kuptohet si çështje mirë, a mendohet si një problem i jashtëm ç'pun kemi në Shqipëria me krizën e Bashkimit Evropian? Unë gjykoj që integrimi me Europën drejt perëndimit është një aspirat kaq e madhe shqiptarëve sa as nuk janë të interesuar ta shohin me të vërtetë se çfarë do të thotë ose kush është kundërthënia, sepse po të jetë kontroverse, do të kishte ndoshta debat dhe do ta ndiqnin si debat, por e dëshirojnë dhe e duan aq shumë sa është njësoj si të flasësh për dashurinë tek një çift të dashuruarish. Pra, domethënë t'ja u shpjegosh është më shumë se sa duhet dhe ndoshta kjo e tregon interesin e pak të dashuria duket se ka mbaruar mes vetë vendeve të nuk ka mbaruar, jo, thjesht është në një fazë pjekurie, është momenti kur do bëj fëmijë. Jo, unë mendoj, por do kemi kohë të shpjegojmë që në këtë fazë, pra 60 vjetë shumë pak në jetën e një bashkimi, mos harrojmë që Amerika 80 vjetë mbasi u bashkua, kaloi në luftë civile, pra sa të ngjizen gjërat, pra është në një fazë të parë dhe mendoj që do ta themi edhe më vonë që kjo është nga ato fazat e para të maturisë apo të pjekurisë dhe të një ridimensionimi të marrëdhënies. Po që është e tejkalueshme, nuk flasim për shkërmoqje, rënim, mendoj që po, do ta shohim më, sepse ndjehet që ishim në fund të bisedës pastaj. Dakor. Ardian Haçkaj, drejtori i think tankut Shteti Web dhe Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Faleminderit që je këtu. Një konsiderat për debatin publik mbi Bashkimin Evropian? Është interesant të vërem evolucionin që ka pasur ky debat ose përmendja e Bashkimit Evropian ose integrimit Evropian në vitin, qofse më përpara, ishte prose pranoj si tillë absolutisht pas një analizë, çdo gjë që vjen nga Europa është e mrekullueshme, është fantastike, është perfekte. Tashti jo vetëm në Europë, dhe në vendet e Ballkanit, ka gjithmonë më tepër debat, ka gjithmonë më tepër analizë, ka gjithmonë më tepër diskutime për të parë çfarë ecën, çfarë nuk ecën, çfarë mund të përmirësohet. Për mendimin tim, kjo, siç e përmendur dhe zoti deputet, kjo për mua është një shenjë pjekurisë së Europës, është një shenjë arritjes në një fazë ku duhet bën disa zgjedhje strategjike dhe mbi të gjitha është një fazë edhe pjekurisë dhe maturisë popullit shqiptar, e krijimit një elite të një pjesë intelektuale që e njeh në brendësi jo vetëm si diçka që vjen shabllon dhe që duhet të aplikohet copy-paste, por që të analizon çfarë bën, çfarë nuk bën, çfarë mund të përshtatet, çfarë mund të avancohet, si mund të kontribuohet, si mund të merret më mirë. Zotëri Bregu, a mund të shpëtohet Europa 60 vjeçare?
Pyes The Economist, përpiqet të jep të disa përgjigje, duke këshilluar që të pranonte diversifikimin brenda vetes. Për ndryshe do ta kishte të vështirë. Unë e kuptoj konotacionin dhe lidhjen me moshën, por shtetet dhe për më tepër dhe bashkimet e shteteve nuk kanë të njëjtin cikël jetësor sa atë një qenie njerëzore. Prandaj nuk mund duket 60 vjeçar një njeri të cilit i ka mbetur nga cikli i jetës edhe maksimalisht edhe 40 vite të tjera. Po të pjekur janë të paktën. Unë nuk e shoh kaq në mënyrë përsëris dhe një, nuk e shoh prapë në mënyrë kaq simpliciste, ne munduam që ta shtrojmë për të qenë më e kuptueshme. Por duke folur gjithmonë më shumë për krizat e për problemet që ka Europa, ne harrojmë se ne jemi brezi i parë, por dhe diçka para nesh, të cilët jetojmë në një kontinent të pa luftë, dhe kjo nuk është pak, sepse është koha më e gjatë e paqes, sidomos mbas luftës së dytë botërore. Dhe në fakt unë dyshoj shumë që po t'ishte për këta vendimarrës që janë sot në Bashkimin Evropian dhe jo vetëm, do të kishte qenë e vështirë ngati e pamundur për të ngritur atë projekt altar që u ngrit para 60 viteve, akoma më përpara, sepse Churchill që hodhi idenë i pari në 47-ën, pra po t'i japim 10 vjet përgatitje dhe negociata për të ngritur në marrëveshjen e mëvonshme, janë më shumë se sa 70 vjet gati. Unë druaj që sot do të kishte njerëz me kaq vizion dhe me kaq pasion politik për bashkimin, të cilët të kenë ose të kishin të njëjtin nivel të pjekurisë dhe të vizionit politik që kishin burrat e asaj kohe, të ishin themeluesit e Europës. Problemi është që sot Europa, pavarësisht se nuk përmenden të gjitha ato çka ka sjellë ndryshimin e jetës së çdo qytetari evropian, por gjithsecili në mërzinë e përditshme që kapin politikat e vendeve ku jetojnë, harrojnë të thonë përfitimet e tjera. Pra një student sot i duket se ka patur gjithmonë të drejtën që të niset po them nga Italia dhe të studiojë në Gjermani, apo ku e diun pastaj të shkojë në Francë e kështu me radhë. Apo një biznesmen tjetër, qoftë dhe një biznesmen shqiptar, mendon se ka patur gjithmonë të drejtën i cili të përfshihet në një ritëm eksporti me Bashkimin Evropian dhe me tregun evropian, pa tarifa doganore. Dhe kjo nuk është një arritje e pakët as për Shqipërinë dhe për vendet që janë në rrugën e anëtarësimit. Mendo për përfitimet atyre vendeve të cilat janë vende anëtare të Bashkimit Evropian. Pra, të gjitha gjërat të cilat ndodhin sot, përveç atyre krizave madhore që mund të jetë kriza e kërcënimeve që vijnë nga faktorët të jashtëm europian dhe të cilët duan trondisin pjesën perëndimore të Bashkimit Evropian. Apo kriza siç është ajo e sigurisë, pra politikës së jashtme apo e sigurisë. Përfitimet e tjera askush nuk thot dot që kanë qenë reale në jetën e qytetarëve europian. Problemi është që nganjëherë, siç ndodhi në rastin e Britanisë së Madhe, vota për të marrë një vendim për të dalë apo për të qëndruar në Europë është e barabartë si për atë që kujton me nostalgji se sa mirë jetohej përpara se të kishin emigrant apo të ishin të gjithë në komësia e tyre dhe në dallim nga ajo periudhë ky kërcënimi i madh i bën pasaj që të jetë vota e tyre e barabartë me votën e të rinjve, të cilët janë më të lirë për të menduar dhe për të ndjerë përfitimet e Europës. Për vendet tona pastaj, unë besoj që është prerogativ kombëtar. Sidomos për Shqipërinë, unë nuk mendoj është detyrim historik dhe prioritet kombëtar anëtarësimi i Shqipërisë në Europë. Fatmirësisht, ose po them atë që është më e vështirë, nuk është një rrugë e shkurtër, është një rrugë e cila ka shënjuar ecurinë e ndryshimeve politike në Shqipëri, nuk mund të jetë një rrugë pa pengesa, por fatmirësisht kemi qenë të gjithë në të njëjtin qëndrim, të paktën dhe si forca politike, se Europa është destinë dhe duhet të jetë destinë ynë i sigurt. Për sfidën e Bashkimit Evropian, 60 vjet Europë. Pa diskutim ka qenë projekti që i ka ofruar një paqe kontinentit, qysh nga Kongresi i Vjenës. Kjo është paqja më fatgjatë dhe sigurisht përveç një qëndrueshmëri e kaq të madhe në konceptin në kuptimin e mungesës konflikteve, Bashkimi Evropian ka arritur në mënyrë të suksesshme të modernizojë dhe të zhvillojë të gjithë kontinentin, bazuar te liritë themelore të njeriut. Dhe sot në fakt ndodhemi në një moment të rëndësishëm, historik, i cili do përcaktojë në një farë mënyrë të ardhmen e Bashkimit Evropian. A është në rrezik aktualisht Bashkimi Evropian? Janë një numër kërcënimesh, me të cilat Bashkimi Evropian duhet përballet në fakt që të dalë nga për siguruar të ardhmen. Dhe
Së pari ka të bëjë vetë me Bashkimin Evropian. Ne kemi parë se si gjatë 60 vjetëve të jetës së Bashkimit Evropian, procesi i zgjerimit është shoqëruar me procesin e thellimit si thuash, e thellimit të funksionimit të Bashkimit Evropian. Do të thënë ajo që quhet deepening është shoqëruar me procesin e zgjerimit, domethënë duke shtuar anëtarë të rinj, por ndërkohë duke shtuar procesin e integrimit në vetvete. Dhe sot duhet pranuar që një numër sipërmarrjesh, reformash brenda Bashkimit Evropian nuk kanë rezultatet që duheshin. Këtu kam parasysh sigurisht eurozonën, me disa nga ata të cilët në një analizë të fundit u pa që nuk ishin në standardet e duhura për të qenë pjesëmarrës në një aspekt të integrimit kur është fjala për ekonominë. Por ka një numër sfidash lidhet me rritjen e populizmit, me rritjen e pushtetit të partive të dominimit që kanë, të influencës që kanë partitë e ekstremit të djathtë në Bashkimin Evropian, dhe mendoj që këto janë problemet themelore. Domethënë, ne pam se si një nga vendet shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian, si ishte Britania e Madhe, u largua, dhe kjo ka krijuar një lloj hije për të tashmen, por edhe për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Dhe do duhet shumë, në fakt, një vizion i ri dhe ide të reja e leadershipit të sotëm të Bashkimit Evropian. Por siç e tha Melinda, në fakt, brezi heroik që shkoi drejt themelimit të Bashkimit Evropian, si thua është një brez me një vizion të jashtëzakonshëm, i cili u përket kohërave heroike, siç ishte mbarimi i luftës botërore. Dhe ndërsa, si thua, udhëheqësit e sotëm janë si thua, më teknokrat, mendojnë se si do zgjidhen ditën e parë në zyrë, si do të rizgjidhen me një mandat të dytë. Pra, gjithashtu kemi një kërcënim tjetër që ka të bëjë me zhvillimet problematike të sigurisë në rajonet të tjera, që ka prodhuar një valë refugjatësh të pa parë deri në 2-3 vitet e fundit. Dhe mënyra problematike si ka reaguar Bruxelli ndaj tyre, gjithashtu. Bashkimi Evropian, në sakt, i ranë gjitha në shpatullat e Merkel dhe nuk pati as koherencë në vendimarrje. Një nga fuqitë më të mëdha, një fuqi evropian më e madhe dhe një fuqi botërore si Gjermania mbajti një peshë të madhe. Mirë, po kjo tregon në fakt dobësinë se si funksionon Unioni. Domethënë janë një numër sfidash që kanë të bëjnë me të ardhmen dhe besoj që pavarësisht nga vullneti që tregoi konferenca e agenda, ajo quhet tani agenda e Romës, 2 ditë më përpara kur udhëheqësit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian përpoqen të jepnin një sinjal dhe një, si thua, vullnet politik për të projektuar se cila do të jetë e ardhmja, cila do të jetë Bashkimi Evropian në 10 vjet të ardhshme, dhe sigurisht ka ide të ndryshme, por mendoj që a do të ketë Bashkimi Evropian mbas 10 vjetësh? Për të parë, Bashkimi Evropian përballet me një pyetje themelore që ka të bëjë me të ardhmen e tij. Dhe natyrisht do të jetë, besoj, në vullnetin politik të anëtarëve të fuqive kryesore, themi, evropiane për ta çuar përpara këtë. Mirë, po ndërkohë kemi një numër zhvillime që kanë të bëjnë me zgjedhjet politike, siç është Franca, që ka qenë dhe vazhdon të jetë sigurisht një vend shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Ajo që quhej Hollanda. Rutet paktën shpëtoi rrënjët e Hollandës. Franco quhej motori, si thua, i Bashkimit Evropian. Pra, janë një numër zhvillime, bota ndodhet një ndryshim shumë të madh që duhet kuptuar. Këtë e ka provuar Washington DC-ja. Dhe sigurisht ka pasur dhe do ketë implikime për Bashkimin Evropian, që ka qenë një projekt i shkëlqyer me arritje të jashtëzakonshme për lirinë dhe zhvillimin e popujve të kontinentit, por dhe të vendeve të tjera aspirante siç janë, për shembull, siç është Shqipëria ose vende të tjera të Ballkanit. Dhe ka pas, vetëm gjë do thosha, ka pas gjatë 2-3 viteve të fundit një debat të thelluar të qendrave kërkimore dhe shkencore për të ofruar vendimarrësve në Bruksel, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, qeverive të vendeve anëtare, si thua, ide konkrete se si duhet zhvillohet Bashkimi Evropian. Dhe në këtë kontekst besoj, duke rikthyer te pyetja jote e parë, cilësia e debatit, kur vjen fjala për vendet si Shqipëria, është besoj shumë e rëndësishme cilësia e debatit që zhvillohet për Bashkimin Evropian. Për sfidat reale me cilat përballet vendet si Shqipëria,
pavarësisht nga dashuria e madhe që kemi ne, si thua me shifra totalitare për që duam të jemi antarë të Bashkimit Evropian, mirë po, në fakt, procesi integrimit evropian ka qenë një proces modernizues i cili duhet të ndodhë në Shqipëri dhe jo në asociacion jo nga Brukseli në Shqipëri. Nëse ky koncept duhet aplikohet në debatin ton politik dhe publik, do të ishte shumë e dobishme për të avancuar integrimin evropian. Do të flasim në pjesët e tjera, në fakt, pikërisht për marrëdhënien e Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe pse Shqipëria ka pas gjithmonë nevojë të kapet për dorë ose për veshi nga Brukseli për të vazhduar përpara procesit. Po, dua të mbetem pak, u duk zoti Bushati sigurisht ishte dakord, je më optimist për Bashkimin Evropian, nuk e sheh me kaq shumë probleme apo kriza. Nga mënyra si ku ndje kokën. Bashkimi i Europës është një ide aq e suksesshme, aq e mrekullueshme sa kaloi përtej ëndrave më të forta apo më të mëdha të atyre që e themeluan. Paritri një nivel integrimi, paqe, harmonie, prosperiteti që tregon se bashkëbisedimi, dialogu, besimi tek njëri tjetri, bashkëpunimi ekonomik mund ta ndryshojnë botën dhe kjo ishte një provë shumë e madhe në një zonë të botës që kishte prodhuar shumë luftra. Avancoj shumë më tepër, shkoj shumë më thellë, afroj shumë më tepër vende, pra nga 6 në fillim sot janë 28, po ta marrësh integrimin me monedhën euro. Me që po ka del akoma zyrtarisht Britania, po. Derisa tjetë, plus që ka dhe 2-3 vende tjera që kanë pakte të ndërsjellta, pra që kanë liri tregtie dhe gjitha. Dhe rriti shumë marrëdhënien e qytetarëve të Europës dhe filloi të krijojë një identitet përbashkët evropian. I cili është në krizë aktualisht? Nuk mendoj që është krizë. Identiteti është në krizë. Ta arrin këtë pikë. Unë mendoj që është dhimbje e rritjes. Dhe dyta është shumë e rëndësishme. Më thuaj pse mendon që është në krizë? Shumë shpejt. Mrekullia apo ndikimi që ka mbi vendet që duhet futen bëri që këto vende të ndryshojnë tërësisht, siç janë vendet e Europës lindore. Pra të jetë një lloj magjie që i ofron që i bën dhe më mirë vetë. Çfarë mendoj unë pse është ose është në krizë? Unë mendoj që integrimi sot ka arritur në një moment që ndihet nga qytetarët. Pra deri para vitit 2000 kur nuk kishin një monedhë të përbashkët, ishte një koncept, le të themi, ishte një projekt i studiuesve, ishte i elitave, kishte të bënde me politikën dhe nuk hynte aq shumë në jetën e qytetarëve. Momentin që u fut monedha, momentin që u integrua dhe më shumë marrëdhënia, momentin që teknologjia sot e komunikimit në media me njëri tjetrin, pra informacioni shkëmbehet më shpejt, njerëzit fillojnë ndërgjegjësohen më shpejt dhe shikojnë që përveç një makinerie që është e shtetit, se asnjë nuk e do makinerin. Do me thënë, kontrata sociale këtë nuk kupton që lëm disa drejta për të qenë në pjesë një makinerie, pra Leviatanit Po ta thjeshtojmë dhe pak debatin, bëjmë më mirë, për shembull. Se isha ndërlikuar? Paksa, mendoj audiencën masive. Po të flasim për shembull për ata që dalin protestojnë për qumshtin. Për herë të parë, të bllokojnë rrugën me traktor. Hajde marrim shembull konkret. Po pra këtë po them. Do me thënë, në radhë të parë euro solli një presion të shtuar, pra qytetarët e ndjenë që më në fund ishin pjesë jo një koncepti më akademik, po e një realiteti ekonomik në radhë të parë. Dhe dyta, rënja e një sistemi, si që ishte aji me cilin kishte një farë paragoni liberalizmit demokratik dhe kapitalizmit, si që ishte sistemi i Bashkimit Sovjetik apo i socializmit, bëri që të filloj të shikoj dhe brenda vetës për probleme, pra nuk ishte vetëm kërcënimi i luftës dhe Europa filloj të shikoj dhe problemet që ka. Për shumë, makineria e Brukselit është problematike, nuk është një prezantim direkt i demokracisë, nuk është demokraci përfaqësuese, pra pjesëmarrja në votime ka qenë 42% 2014. Pra qytetarët fillojnë dhe shikojnë që drejtohen nga njerëz të cilët nuk i kanë zgjedhur apo nuk i njohin. Më tepër si burokratë se sa si të zgjedhur. Domethënë këto janë faza ku një organizëm i tillë fillon edhe bëhet. Prandaj ka nevojë për të reformuar dhe për të ndryshuar. Një organizëm i tillë, këtë po them, një organizëm i tillë papritur fillon dhe ndihet tek qytetarët. Nuk është më thjesht një koncept politik apo akademik. Ju rëndon mbi shpatulla. Fillon dhe ndihet që kur ka marrëveshje për imigrantët, mund ndikohen gjithë. Plus që është shkëputur lidhja për t'ju shpjeguar qytetarëve përfitime direkte. Do me thënë Brukseli paka shumë ka filluar tash punon dhe për veten e vet. Pra kjo dihet në fazat ndryshme të një organizmi, apo të një organizate, apo të një lloj sistemi politik, fillon edhe krijon ato interesat e veta, fillojnë bëjnë ato lojrat e veta që njerëzit nuk janë dakord, nuk i kuptojnë, duan t'ju shpjegohen më mirë, i kundërshtojnë, edhe fillon edhe, kurse populizmi nuk e shoh si lëvizje
politike e shoh më shumë si një instrument, në fakt, në qoftë se demokracia liberale ka edukimin, emancipimin apo iluminimin e qytetarëve, unë mendoj që sot po shikojmë një format tjetër politik që është kolektivizmi, që përdor populizmin si mjet sot për sot. Pra kemi dy lloj shoqërish, ato që janë më liberale dhe që ishin deri sot parival, dhe një moment reflektimit të shoqërive ndoshta si Kina apo si Bashkimi si Rusia, që kanë këtë konceptin e kolektivizmit, pra, që është një elit politike që vendos dhe qytetarët thjesht konfirmojnë pa pasur shumë zgjedhje se kë votojnë, pra nuk është një demokraci liberale. Dhe kjo është ajo sot që Kina dhe Rusia janë regjime krejtësisht të ndryshme nga Jo, po është e kolektivizmi në Francë, për shumë, me Le Pen? Jo. Si e lidh me nacionalizmin? Populizmi kjo që po ndodh sot, pra nuk janë thjesht populist. Kjo është mendimi im, janë lëvizje politike kolektiviste, që populizmin sot e kanë si instrument. Kjo është ndjerë dhe në Amerika, sepse Amerika, ta themi, sot që flasim, dolën shifrat para 2-3 ditësh, ka 77 muaj me rritje punësimi, është rekordi më i gjatë që ka pasur në historinë e vetë që nga krijimi. Ama, presidenti Trump fitoi me kalin e papunësisë. Pra sot papunësia, se kjo është profesion im, është në nivellet 4.6%, pra është nivele absolute, në atë nuk quhet më papunësi, që njerëz që s'duan të punojnë. Pra, fillon edhe kemi futur në këtë territor. Kjo po ndjehet sot, mendoj unë. Mirë, do të kthehemi. Do ta jap fjalën sa të kthehemi nga publiciteti, se mund duhet të shkojnë në një ndërprerje të shkurtër, mos u largoni e vazhdojmë debatin. A mund të shpëtohet Europa 60 vjeçare? Kështu titullohet shkrimi i The Economist, pas nënshkrimit të Traktatit të Romës 6 dekada më parë. Kërcënimet për Bashkimin Evropian janë të brendshme, por edhe të jashtme. Marine Le Pen, kandidatja për presidente e Francës, paradoksalisht, shihet si gruaja që ka në dorë Europën. Fitoria e saj është një goditje e rëndë për Bashkimin Evropian. Kriza ekonomike ka bërë që forca nacionaliste si Fronti Nacional të sulmojnë ekzistencën e Bashkimit Evropian. Shembulli konkret i kësaj krize është Brexit. Një antar kryesor i familjes europiane do të fillojë procedurat për të dalë nga Bashkimi Evropian, duke vënë në diskutim influencën dhe besueshmërinë e klubit. Së jashtmi, kriza e lodhshme e refugjatëve është zvogluar fal Turqisë, por një Rusi agresive me Vladimir Putin dhe një president si Donald Trump, i cili nuk është komfort me Bashkimin Evropian dhe as me NATO-n, e ka dobësuar dhe ndarë Europën. Cilat janë zgjidhjet për këtë? Entuziastët e Bashkimit Evropian kanë gjithmonë një thirrje: mos e mbyllni Unionin. Më shumë pushtet duhet të mbahet në qendër në mënyrë që të forcohen kufijtë e jashtëm dhe që Bashkimi Evropian të flasë një zëri, tipave si Putin dhe Trump. Megjithatë, ende liderët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe votuesit e tyre nuk e duan këtë. Një alternativë më e mirë është fleksibiliteti i Europës dhe një pushtet shumë dimensional, ku vendet e një Europe shumë më të gjerë të marrin pjesë në shkallë të ndryshme të politikave të saj. Bërthama e Europës do t'jenë ato vende që ndajnë të njëjtën monedhë. Rrethi tjetër i pushtetit do t'jenë ato vende që nuk preferojnë të lëshojnë sovranitetin dhe të bashkohen në euro. Kjo mënyrë për eurokratët është të pranosh një menu që varion dhe nuk është me çmim të përcaktuar. Për projektin evropian, për të mbijetuar 60 vite të tjera, çelësi është fleksibiliteti në të dyja drejtimet. Ashtu si Britania po largohet nga Bashkimi Evropian, edhe një vend tjetër mund të lërë Europën ndonjë ditë tjetër. Çdo hap i tillë do të jetë i vështirë për të menaxhuar, por nëse Unioni nuk mundet të përqafojë diferencimin, rrezikon dezintegrimin. Jemi rikthyer në debat për ta vazhduar analizën, zoti Janë. Atëherë, për të dhënë ndoshta një pikë vështrimi pak më ndryshe, për mendimin tim edhe bazuar edhe në reportazhin që sapo pam, mund të themi në mënyrë të rehatshme që Europa ndodhet në një krizë shumë fisht. Kemi super vitin elektoral, do më thënë gjithë dham një kur fitoj, në Auduk sikur fitoj Mark Rutte, ose sikur humbi Geert Wilders në Holland. Në Auduk apo fitoj vërtet? Nuk, do më thënë fitoj në mënyrë relative, harrojmë që Geert Wilders fitoj 4 vende deputetësh më shumë, harroj që Mark Rutte ka për ta pasur ekstra të vështirë për të formuar një qeveri. Do më thënë edhe kjo nuk është shumë e kollajt. Nga ana tjetër gëzohemi që kur dalin në raundin e dytë Marine Le Pen me këdo dali, do të humbi dhe harrojmë që kur doli në raundin e dytë baba i saj para 12 vjetëve, do më thënë ishte një skandal më i madh që mund ndodhte në Europë. Do të thënë për momentin ne tash e pranojmë që ekstremi i djathtë mund të kalojë në raundin e dytë një zgjedhje prezidenciale të një vendi fondator të Bashkimit Evropian. Gjithashtu desha të kthesha pak më tutje në histori 93-94, ndërsa studioja për integrimin evropian,
Pyetja atë kohë ishte, do ta thellojmë më tepër Evropën apo do ta zgjerojmë më tepër? Edhe debatet ishin intelektuale, shumë të zgjuara, na linin natën, studionim shumë, edhe gjëja që harruam ishin të pyesim njerëzit, çfarë doni të bëni. Edhe kjo është ajo që e tha dhe zonja Bregun përpara, domethënë problemi qëndron tek qytetari. Sa është përfshirë qytetari në projektin evropian. Po, nuk janë elitat ato që marrin përpara qytetare, se po të presim turmën masive do të jetë më e vështirë për të implementuar politika? Sigurisht, por ajo që ka ndodhur, ne kemi arritur një moment kur elitat kanë nisur kaq përpara se qytetarët nuk po i ndjekin ose po kalojnë me elitat të tjera, siç është rasti këtyre zgjedhjeve që ne po i presim tash. Kështu që ky është një nga problemet më të mëdha. Problemi tjetër ndodh për mua në atë që unë mendoj që Europa ka ndjekur një model që është i bazuar kryesisht dhe krejtësisht mbi tregun, duke bazuar në 4 lirit, edhe ka harruar të integrojë dhe njerëzit. Domethënë tash gjithmonë më tepër po flitet, siç ishte rasti edhe i mbledhjes që u bën në Rom, për t'i bashkuar më tepër njerëzit, edhe theksi më në fund po vjet te kohezioni social. Mbasi hoqim kufit të tregut, tregtia shkëmbimi i lirë i madrave, kapitaleve etj. Kujtuam që duhen të bashkojmë dhe njerëzit. Është e vërtetë që kemi një monedhë, është e vërtetë që nuk kemi më kufi, po sa lvizin njerëzit. Rasti anglisi tregoi që neve, domethënë, lëvizja e njerëzve ose konkurrenca nga polonezët ose nga hungarezët ose nga vendet e linjës, nga bullgarët, nga Roma dhe Rumanisë, i shqetësoi anglezët dhe ishte një nga shtyllet kryesore që detyroi ata për të dalë. Pika tjetër që desha diskutoj është cilin ju e përmendët më përpara, cilën Europë ne do të drejtohemi mbas 10 viteve. Nuk e dim. Gjermania deri para 6 muajve për herë të parë kam dëgjuar në një ambient publik zyrtar konceptin e Europës me 2 shpejtësi, edhe u habita, thash si ka mundësi që të flasim për Europën me 2 shpejtësi. Deri para 6 muajve një viti ka qenë frazë tabu. Përdore, po për Ballkanin kryesisht. Jo për Europën. Për Europën përgjithësi tash përmendet pas një problem. Europa e rradhë dhe koncentrike, Europa me 2 shpejtësi etj. Nga ana tjetër tash po i bimte që polakët janë super të vendosur dhe vendet e lindjes janë super të vendosur për të mos ta pranuar Europën me 2 shpejtësi. E gjitha kjo, për mendimin tim, na sjell në një pikë mbledhje të shumë problemeve, të cilat duam s'duam, domethënë do të marrin kohën e tyre, do të marrin konfliktet e tyre dhe për mendimin tim rezultati nuk ka për qenë nuk është e fituar. Domethënë Europa që duam, Europa që e kemi mësuar, Europa që e dëshirojmë, mund të jetë paksa më ndryshe nga ajo që e kemi planifikuar. Sam, si më ndryshe, si mund të jetë? Në Bregu, si janë prognozat paktën? Në fakt unë do doja ta riktheja pak, kam pak me merak edhe sepse mua më takon edhe institucionalisht, nuk besoj se bëjnë e mëkat se ka mandatin e deputetit deri në shtator, që t'i dëgjoj gjithë palët, sepse duke qenë edhe kryetare e Këshillit të Integrimit e kam për detyrë ligjore që duhet t'i dëgjoj gjithë. Ja që më erdhi rasti t'i dëgjoj në studio këtu tani. Si mi palë. Duhet mbledhur Këshilli më shpesh, edhe duhet shkosh në Këshill. Gjithë palët. Po mblidhen. Tani nuk mblidhemi sepse nuk jemi, kështu që më erdhi rasti ta hapim edhe një herë debatin. Po doja ta ktheja tek ajo që the pak më parë, që mos duket sikur është një diskutim që ç'ta duhet ne se çfarë ndodh në Europë dhe them drejtën e kam me merak edhe sonte që kushdo që të hapi televizorin dhe në një moment ta dëgjoj që flasim për tema të mëdha, ndërkohë që ka hallet e ditës, mos e ndroj kanalin. Unë them se Shqipëria nuk mund të shkëputet asaj që ndodh jashtë dyerve të saj. Fati ynë gjeografikisht, historikisht, por edhe në të ardhmen është lidhur me Bashkimin Evropian ose me Europën, po themi, pavarësisht se çfarë forme do të ketë Bashkimi Evropian nesër. Është vërtet që edhe për pjesën tonë ne shpesh herë edhe mbase dikush edhe për ngacmim intelektual jemi larguar asaj se çfarë do të thotë me të vërtetë procesi i integrimit evropian për qytetarët shqiptar. Madje jo nga një herë, po unë kam patur përshtypje dhe përgjatë gjithë kohës kur isha ministre, duket sikur ne flisnim në një ambient dhe me një gjuhë që konsiderohet tërësisht teknike dhe pa kuptueshme për qytetarin. Ju përmendet pak më parë grevat e sindikatave për shembull të prodhuesve të qumshit. Të peshkut, e me radhë. Ne nuk i shohim që të ndodhin greva dhe sindikata apo grupe në Shqipëri për problemet tyre, përveç se ishte rasti i fundit ai i Zharzës, për shembull, më i fresti që mund të kujtojmë. Por nesër, në momentin kur do të hapen negociatat, nuk do të mund të kalosh, do të mbyllësh një kapitull që mund të jetë kapitulli i bujqësisë, pa marrë dhe mendimin për kuotat e qumshit, po themi, edhe të prodhuesve të qumshit në Shqipëri. Jako është një temë që sigurisht e prek biznesin vendas, e prek prodhimin vendas, sepse fati i tyre është i lidhur në mënyrë
jo vetëm të pasgjidhshme, por është i lidhur me vështirësitë që has cilësia e prodhimit të tyre në vend, cilësia e kontrollit ushqimor në vend, pastaj kalimi i gjithë filtrave për të konsideruar pjesë e standardit ushqimor të Bashkimit Evropian, sa ai që prodhon do dalit shes. Por Shqipëria nuk ka një treg i cili të jetë treg i madh dhe që të jetë atraktiv ose të bëjë ballë konkurrencës së prodhimeve që vijnë nga BE-ja. Ja ku dalim tek një lidhje tjetër e ngushtë me Bashkimin Evropian, që është nevoja për zmadhimin dhe për t'i dhënë peshë tregut të përbashkët rajonal, i cili nga ana tjetër ka nevojë për lehtësira doganore, që kur të niset mos marrim qumshin me probleme ku diun që vjen nga një vend në Qinë dhe ta marrim ta shesim Shqipëri sepse është më kollaj dhe mund mos ketë asnjë kontroll, por duhet krijohet një mekanizëm i përbashkët sepse vetëm një treg më i fortë mund t'i bëjë ballë deri diku konkurrencës së tregut evropian. Apo çështja e lëvizjes së lirë të qytetarëve. Unë besoj se çdo shqiptar të pyesësh për përfitimin kryesor nga procesi i integrimit evropian gjatë gjithë këtyre viteve, do të thotë lëvizja e lirë dhe udhtimi pa viza. Ka nga ata që dhe kanë harruar se zakonisht në kështu i marrim gjërat, i marrim sikur kanë ekzistuar për gjithë jetën dhe i harrojmë ato radhat e gjata para dyreve të ambasadave. Por dhe unë jam e bindur që ky është përfitimi real më i prekshëm në masivisht për popullatën. Por pjesën tjetër të përfitimeve që kanë ardhur nga momenti ku marrëveshja e stabilizimit e asociimit, që është kontrata dyfalshme që Shqipëria ka me Bashkimin Evropian, ka hyrë në fuqi, pak kush e di, sepse janë përfitime të biznesit vendas, të cilët kanë problematikat e tyre të përditshme, të shtuara, të zvogluara, i dalin për zot vetes ose jo. Problemi i sigurisë së kufive. Ne nuk jemi një vend i cili në rast se nuk do të kemi mundësi dhe partneritet me vende të tjera, por dhe ndihmë. Në Shqipëri ke pafund vazhdojnë akoma që të jenë projektet e përbashkëta me të cilat punon policia shqiptare për shembull me Pamekën. Apo projektet e përbashkëta të doganës shqiptare me doganat të një vendi të Bashkimit Evropian. Pra janë të gjitha ato përfitimet e përditshme të cilat qytetarët vështirë se i prekin. Që nga viti 2007 deri në vitin 2000, fondet do dilja tek fondet. Vetëm grante, donatori më i madh na duket sikur BE-ja na vendos vetëm kushte dhe në atë problematikën dhe personalitetin ton që ne zakonisht duam përfitojmë, por kur na vendosin kushte na duket sikur na e kanë me hile, edhe lodhemi. Ne harrojmë që Bashkimi Evropian i ka dhënë Shqipërisë vetëm për 7 vite 890 milion euro grante. Granti nuk është kredi, granti nuk vjen me gjob nga pas, nuk do të paguash gjë, nuk është borxh. Dhe deri në 2020 janë dhe 700 milion euro të tjera, që do të thotë janë 1.5 miliard euro. Janë investime në rrugë, janë infrastrukturë, janë ujësjellsa, të cilët kanë përmirësuar cilësinë e jetës qytetarëve atje ku buxheti i shtetit nuk mrin dot. Atje ku s'ka pas korrupsion, ku ka pas vërtet ujësjellës. Atje ku sigurisht kanë qenë fonde të cilat janë dedikuar, janë kontraktuar nga Bashkimi Evropian, por që kanë ndryshuar cilësinë dhe një standard të jetës së qytetarëve. Pra ne nuk mund të flasim sikur Bashkimi Evropian na vjen sot vetëm me paketën e prioriteteve që një ditë i quan prioritete, një ditë i quan detyrime, një ditë i quan standarde, ose sigurisht vjen vetëm me vetingun. Ne nuk mund të mos themi, jo nuk ka asnjë gjë dhuratë, vetëm këtë proces nuk ka dhuratë. Jo, si investimi evropian vetëm. Përveç investimit në grante, po them si në këtë projekt, në këtë proces nuk ka dhuratë, në këtë proces ka partnership, ka bashkë dakordsi dhe ka një kontratë e cila duhet respektuar. Ne duam të jemi vend antar i Bashkimit Evropian. Europa nuk funksionon ndryshe përveç se pa vendosur kushte për ato që duan të jenë vend antare. Kjo është politika me cilën i ka hapur dyert për zgjerim. Dhe ne sigurisht që kemi detyrimin ton madhor. Unë kam thënë dhe një herë përsëris. Ne, politikanët, ne jemi vetëm shërbëtorë të këtij procesi, arkitektët e të cilës janë shqiptarët. E kanë vendosur ata fatin e Shqipërisë, e duam si gjithë Europa. Po, ta kishte shpjeguar pak punën e dhuratës vetimut e pastaj. Po, nëse nuk e kuptova. Zoti Burshanti. Reforma në drejtësi është investimi më i madh që këtë po thoja pra. Okej. Është dhuratë, investim quheni si doni. Për mendimin ton ne që e marrim është dhuratë. Ata i quajnë investim. Sapo ta tha Parlamenti Gjerman, ta ka thënë Departamenti i Shtetit, ta ka thënë Bashkimi Evropian. Po pra, këtë po them. Për ne është unë e quaj dhuratë. Ne nuk ishim gati akoma dhe pa influencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Gjermanisë, Bashkimit Evropian nuk do ishte bërë në Shqipëri, sepse nuk ishte bërë për gjithë këto vite. Tash jemi politikanë, dim pa një presion aq pozitiv dhe aq mirë, prandaj thashë në fillim fare. Pa një kushtëzim për një reformë e cila është reformë madhore, kjo reformë do të kishte qenë e pamundur të realizohej. Dhe ky reforma në drejtësi është kushti kryesor për antarësinë Bashkimin Evropian. Prandaj thashë në fillim kur hapa që a mundet ta
Tani po, se këtë pjesë do e vazhdojmë, nuk sa po kemi filluar për këtë pjesë, po. Jo, do e thoja këtë gjë. Me që s'mbarova fjallin. Lere ta përfundoj, se që thash në fillim, që mrekullia e Bashkimit Evropian për këtë anë të botës, vëndeve lindore, është kjo që duke e parë si një tokë të premtuar, ne bëhemi më të mirë për veten. Pra është punojnë një tokën bizut a gjeni thesarit. Të vëndeve të Ballkanit perëndimor, se lindorë. Po njësoj është edhe për Rumaninë dhe për Bullgarinë e njëjti problem ka për Europën lindore, Rumaninë, edhe për Moldavinë, po jug lindore. Të gjithën lindore quajnë atë pjesë të Ballkanit, atë pjesë të botës që e kafshoi komunizmi. Atë quajnë. Këtë quaj lindje të Europës tash, nuk kisha gjeografike. Dhe duhet them edhe diçka. Ne kemi ndarë mendjen që do marrim një nuse shumë të mirë, në një derë shumë të fisme, në një, domethënë si shqiptar. Edhe mi nisur rrugës për ta marrë. Tash, a do arrim tani në verë, në dimër apo në pranverë, kjo s'na kthen mendjen e sa e mirë është nusja që është Europa. Të deja të thoja. Fakti që sot mund të kalojë një problem apo një grip të vogël Europa, kjo s'duhet na bëjnë të kthehemi mbrapa, se ajo që do marrim është shumë më e mirë se sa në çastinë do arrim atje. Jo, nuk e di të jetë për ne, po ta kishim në dorë, nuk e di çfarë ndihmë do kishim marrë. Them ne është edhe elita politike. Nuk duhet ta ndajun këtë koncept. Jo, në këtë pjesë në fakt nuk mund të hedhim një tezë e cila nuk ka qenë kur prezente as për politikën kur në Shqipëri. Është fatimat që Shqipëri po do kishte dashur politika, po të kishte dashur politika në këto 25 vjet, nuk do ishim ne sot ndoshta edhe antar të Bashkimit Evropian, po të kishte dashur seriozisht politika. Çdo vend ka patur mbase vështirësitë në Falberti se mora kohën dhe ciklet e veta. Jeni të gjithë bashkë, s'keni bërë asgjë në drejtim të Bashkimit Evropian, prandaj jeni bashkë. A mundet se ne politikanë më falimi ndryshe nga ju gazetarët, po shqiptarë jemi. Se si kemi përgjegjësitë. Dakord, po jemi të lidhur në semi armiqtë tash dhe jemi tim planuar. Të siguroj që ka pas raste si gazetarë që janë bërë shumë keq në Bruksel me ato që dëgjoja për qeveritë e vendeve që ndroheshin në problemet ishin njëjta. Po ne si raca lënësh, domethënë po gjyq kështu po ta krijesë e kësaj shoqërie jemi dhe produkt apo njësoj si mjekët shqiptar, si juristët shqiptar, si gazetarët shqiptar, po thuash tash se janë një cilësi e të mirë, pak a shumë. Dakor, po përgjegjësitë ndahen. Për gjithë Ballkanin ka qenë pak a shumë e njëjta gjë. Dhe ndoshta Bashkimi Evropian po ta dinte që do kishte po kaq probleme me Rumaninë dhe me Bullgarinë që ndoshta u futën dhe për arsye fetare më shpejt. Prandaj dhe u aplikuar reforma drejtësi dhe skema tjera për t'i mbajtur më në fre gjithë problemet që kanë. Pati shumë kritika dhe për foton me papën në Rom. Dhe pastaj gjitha pjesa vajtën. Ja që është një klub të krishterësh e tjera, pati dhe nga këto terroristë. Qofse mund të përmendë disa kritere tjera përveç se kritereve politike, për shembull, janë dhe kriteret ekonomike. Nëse nuk kemi konvergjencë ekonomike, siç e kërkon me kriteret e Kopenhagës, siç e kërkon Bashkimi Evropian, ne jemi më të mirët, më të bukurit, më të këndshmit, standardet nuk të futaj tjetrit. Ti për momentin që thazë nga Bregu, që ke siguria e ushqimit çfarë ham? Kush i kontrollon? A kontrollohen mbi të gjitha? Duhet të kesh rritjen ekonomike, inflacionin, GDP-n për kokë banori, duhet të kesh. Do të dëgjojmë, po janë, me qenë se mori Ardiani. Brenda kritereve të Bashkimit Evropian, domethënë ti mund të jesh shumë i sjellshëm, mund të kesh gjykatat që funksionojnë në mënyrë të përsosur, mund të kesh politikanët më të mirë në Ballkan ose në Europën juglindore, nëse nuk ke kriteret ekonomike, ai tjetri nuk të fut ke shtëpia. Nuk të fut ke shtëpia, dakor? Edhe për këtë duhet jemi ta marroj Berti tutën frazën, pika e parë. Pika e dytë është një gjë, domethënë themi lart e poshtë, gjithandej domethënë që duam t'i bëjmë, pika tjetër është t'i implementojmë. Një nga problemet që kemi neve nuk është adoptimi i ligjeve ose ndërtimi i institucioneve, është aplikimi i tyre. Zbatimi i tyre. Dhe kjo është një nga dhe kushtet më të forta që po aplikohet tash statute gjatë zbatimit projekteve IPA, për shembull zbatimi i ligjeve. Kështu që është një rrugë e gjatë që s'kem, domethënë që do shkojmë drejt BE-s, do shkojmë, domethënë jemi në atë rrugë me 100% e s'kemi ku shkojmë tjetër. Për më tepër që është historikisht jemi pjesë e Europës. Shkojmë duke zbatuar detyrimet tona, sepse kështu bëhemi vend me Europian. Sakt. E bëjmë për veten tonë dhe nuk e bëjmë për Europën. Po, tani na e thuaj. Besoj se nuk kemi ndonjë ndarje në idenë që integrimi evropian në këto 25 vjet në Shqipëri ka shërbyer si një forcë shtytëse për të ndërtuar shtetin, institucionet. Po 25 nga mbas 92. Jo, se të mbaroj. Lutem. S'po llogarisim 90-ën. Ja, po tani nisa jashtë, po anyway, mos merrem me një gjë fare periferike. Në 1970 këtu nuk kishte burg. Dhe nuk ka ndonjë shtet në botë që të mos ketë burg. Domethënë shteti mbaron dhe burgu ndërtoi Bashkimi Evropian. Shkolla, infrastrukturën, gjykatat, ndërtesat, ligjet, mendimin e Bashkimit Evropian. Nuk ka asnjë dilemë dhe asnjë ndarje, siç thash, në idenë që Bashkimi Evropian, sidomos në rastin e Shqipërisë, i cili është ndryshëm nga
Serbia, po themi nga ish Jugoslavia, që ka qenë një vend i hapur, është një vend tjetër, ose natyrisht ndryshe nga Bullgaria dhe Rumania. Pra, këtu jemi bashkë të gjithë që Bashkimi Evropian ka qenë fosh shtyse dhe ka ndërtuar. Por, ja ku ndajemi. Në qoftë se fermerët polak protestojnë se sasia kuota dhe qumshi duhet qojnë Bashkimin Evropian janë më të vogla. Qoftë se fermerët grek protestojnë sepse kuotat e vajit të ullirit janë më të vogla dhe pretendojnë më shumë. Qoftë se perimet e Spanjës ose mishi i Britanisë Madhe kur ishte antar i Bashkimit Evropian. Kjo është një lloj proteste tjetër e këtyre vendeve. Ne këtu kemi një problem politik, kemi problem me sistemin politik, me rule of law. Qëse flasim sot për shembull, nuk do krahasojmë me këto vende. Rule of law nuk është sistem politik. Jo. Se s'duhet ishte të pasi pjesë e një sistemi demokratik. Ne këtë sistem kemi zgjedhur. Dhe nuk është e mjaftueshme të marrësh sistemin anglosakson me parti politike, zgjedhje, me parlament dhe ta implementosh. Francis Fukuyama thot e morën në Melania 70 ditë përpara sistemin britanik, anglosakson, me partitë politike, mirë po të gjitha tendrat, të gjitha licensat, të gjitha favoret shkojnë sipas klaneve. Ne jemi shoqëri based në clan-based society, si thuhet, bazuar te klani. Dhe duhet të krahasojmë me sepse s'kemi rule of law pra. Jo, po, sigurisht. Pikërisht jemi të bazuar në klane se s'kemi shtet. Duhet të krahasojmë me vendet përreth. Për shembull, kryeministri Vučić ishte në Berlin dhe pas takimit me Merkel. U të diskutuan që volumi i shkëmbimeve ekonomike midis Gjermanisë dhe Serbisë është 4.3 miliard euro. Investimet gjermane në Serbi me 370 sipërmarrje janë 1.3 miliard euro. Mos harro fjatin. Pa folur për investimet që vinë nga bota arabe, e cila është muslimane dhe supozohet që të investonte në Shqipëri. Pra, ne kemi një problem tjetër. Ne pa folur edhe për investimet amerikane, po flasim vetëm këto të BE-s. 4 miliard dollar investime amerikane. Faleminderit që ma kujtove. Nga dhëmbur kur e kam mësuar këtë shifër. 4 miliard. Pra, dhe për çfarë periudhe janë bërë? Po flasim për një vend tjetër i cili ka një problem të qëndësishëm që ka të bëjë me funksionimin e sistemit politik dhe të ligjit dhe të gjërave që shoqërojnë. Po pra, pse nuk mjaftuan 25 vjet apo 26 sa të doni, që ta rregullonim, ta adresonim këtë? Ka një trashëgimi shumë të rëndë, vendi vjen nga një trashëgimi shumë e rëndë. Duhet ta pranojmë dhe këtë, që vjen nga një trashëgimi shumë e rëndë, që ka të bëjë me periudhën e regjimit komunist, edhe mentaliteti i cili vazhdon të qeveriset edhe sot, gjithë ditën. Përveç se dhe historia përpara komunizmit është pa që jo favorizuese. Pra, të kthehemi te kërcënimet e sotme dhe të pyetja juaj. Më fal. Ka qenë bashkëtesë otomane. Sundimi pra se tash 500 vjet Turqi, si dole për revolucion shkencor, revolucion industrial nuk e pas. Bashkimi Evropian ndodhet përballë një numri kërcënime shumë serioze. Refugjatët, lëvizjet populiste, partitë e djathta ekstreme, terrorizmi. Parisi është goditur, Franca është goditur disa herë, Nica, Londra. Do me thënë, këto të gjitha kanë krijuar një problem shumë të madh, ekzistencialist për Bashkimin Evropian, për të ardhmen. Dhe në këto rrethana, pyetja krejt e natyrshme që duhet bëhet për vende që aspirojnë të jenë anëtar të Bashkimit Evropian është kjo. Në një skenar jo aq të pamundshëm, ku Bashkimi Evropian nuk do të ekzistojë, ose do jetë shumë i dobët, siç po provohet që shumë i dobët me ndërhyrjen e krizës në Maqedoni për shembull, ose në Ballkan, ose me trenin në Serbi, në Kosovë, apo jo. U provua që u pa që BE-ja u tregua prapë me një dobësi shumë të madhe, shumë e vonuar. Pra, në një skenar të mundshëm, Bashkimi Evropian nuk ekziston më. Ne do të mbetemi përsëri rrugës evropiane, e cila në koncept ka të bëj me liritë themelore të njeriut, me lirinë e pronës, lirinë e lëvizjes, me zhvillimin, me modernizimin, me demokracinë. Pra, ky është një projekt që duhet të zbatohet në Shqipëri. Dhe nuk është fjala për protestat e kastravecave, për shembull që Hollanda do në sasi më të madhe se specat e Spanjës. Këtu ka të bëj me një gjëra që janë themelore dhe që kanë të bëjnë me funksionimin e një shoqërie demokratike dhe sistemi demokratik. Nëse kjo nuk bën hapa thelbësor, rruga jonë, edhe në qoftë se Bashkimi Evropian do të vazhdojë,
dhe ne të gjithë jemi prezantë që Bashkimi Evropian të vazhdoj, do të jetë shumë e gjatë. Po, Zëbëshati kështë diçka shkurt, së më duhet shkojnë publicitet. Po vetëm shkurt, Jo, ma thuaj, ta rjap më vonë, po tani më duhet shkojnë. I lartë profesori se më tha do të them diçka dhe... Jo, ti e përfundove. Nëse ke tani? Jo, unë desha të them diçka që integrimi europian apo globalizmi si koncept është aq i lashtë edhe një dëshira dhe aspirat e madhe aq shumë e njerëzimit sa të gjitha sistemet ka lënë diçka që ka vazhduar. Pra në Europë, demokracia është një dhuratë greke. Pastaj funksionimi i shtetit apo koncepti një Europe është e perandorisë romake dhe pavarësisht se ato nuk vazhduan, gjitha këto kanë mbetur. Domethënë, dhe të gjitha fazat që ka kaluar, pastaj revolucioni francez, gjitha bashkë lanë, dhe pavarësisht se çfarë forme kanë sot, ato janë pjesë e fibrës, e stofit, e bashkimit europian. Dhe pavarësisht do shkojnë nesër kjo, dhe mund të ketë ndryshime të vogla, mund të shkojmë me 2 shpejtësi, me 3 shpejtësi, mund të shkojmë me integrimin ndryshe në disa etapa, ndryshe ekonomia, ndryshe politika, ndryshe përfaqësimi demokratik. Për ne është aq larg si koncept, sa patjetër që ne në atë drejtim do ta mbajmë atë yllin polar si Shqipëri dhe kjo vlen për në çdo aspekt të shoqërisë dhe të jetës sonë, si në politik, si në sundimin e ligjit. Profesori më parë tha që sundimi i ligjit është një koncept anglosakson. Ashtu është, edhe në Angli lindi për një çështje tjetër, kishte të bënte me marrjen e tokave nga mbretit, atyre që mbeteshin dhe nuk i merrte kisha, e ngriti Kastile. Po funksionoi dhe vazhdoi. Sot ka filluar të aplikohet në gjithë botën. Tek ne është garanti i shtetit. Pra, për mendimin tim, garanti i qenies së një shteti është demokracia liberale si e njohim sot. Është sundimi i ligjit, është edhe kapitalizmi, apo funksionimi i tregut të lirë, si i themi ne me eufemizëm Shqipëri. Pra, dhe ajo që ka ndodhur në Shqipëri ka qenë që duke mos pasur sundimin apo rule of law apo drejtësinë funksionale, gjitha këto format e tjera të organizimit shoqërisë apo 2 parametrat e tjera, dhe demokracia dhe kapitalizmi janë të cënuar. Prandaj ne vazhdojmë edhe të kemi një mosbesim reciprok të ndërsjellë, simbiotik gjithmonë. Kemi zgjedhje ndershme, kemi zgjedhje ndershme, kemi zgjedhje lira, kemi zgjedhje lira, sepse i vetmi garanti vërtet do ishte drejtësia. Sepse në 27, në çerek shekulli, quheni si doni, kohën që ne kemi provuar apo testojmë këtë eksperimentin tonë në demokraci, nuk ka shkuar asnjë komisioner në burg, nuk ka shkuar asnjë numërues, asnjë antar KZAZ-je, asnjë politikan, asnjë deputet, asnjë kryetar partie, asnjë ministër, asnjë kryeministër për këtë punë. Sepse nuk ka pasur ndikim dhe nuk ka fare zbatim të rendit ligjor. Dhe nëse në më në fund këtë dhuratë që thash, prandaj thash është dhuratë dhe është një investim shumë i madh, dhe prandaj nuk duan ta tolerojnë as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Gjermania, as Bashkimi Evropian, vende që kanë investuar që mund të futë sundim ligjor dhe të ketë një drejtësi, nuk mund të kthehen mbrapsht në këtë pikë. Do ta rimarrim argumentin e Shtetit Ligjor, po pas rikthehemi. Punë e dhuratës do të diskutojmë edhe një herë më vonë. Pas pak rikthehemi. Jemi rikthyer dhe po bëhet debat për kohën që do ndani. Pse e kishte merak atë dhuratën? Reformën drejtësive, tingun që po na bën Bashkimi Evropian. Jo, unë e kuptoj metaforën sigurisht të Ervinit për që reforma drejtësi është një investim perëndimor i Bashkimit Evropian, i qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe është mirë për vendin. Sigurisht, por siç tha Ardiani, puna e implementimit. Por unë do them një ide që lidhet me gjithë procesin e integrimit evropian, kur përfshirë dhe reformën. Problemi themelor në përvendet si Shqipëria dhe vendet tjera që ose janë pranuar, ose janë në proces, ka qenë procesi i ajo që quajmë pronësia lokale, local ownership. Sa do dhurat të bukur edhe të çfarëdorshme që të na jap Bashkimi Evropian, në qoftë se kjo nuk është një sipërmarrje e aktorëve, e shoqërisë shqiptare, e elitës politike, partive politike, kjo nuk do të arrijë rezultatet cilat janë parashikuar të jenë. Kjo ftua për reformën drejtësi? Sigurisht. Dhe e dyta, unë do të them janë krijuar pritshmëri të jashtëzakonshme për reformën drejtësi. Me tu miratuar reforma drejtësi, e cila ndodhi në verën e vitit të kaluar, atëherë këtu do ndodhte mrekullia.
ose në qoftë se vetingu kalohet në parlament, atëherë Bashkimi Evropian do pranoj Shqipërinë, do hapte negociata. Okej. Unë kam një pamje tjetër për këtë gjë. Por duhet të them të sill këtu një episod nga një nga filmat e realizmit socialist me një skenar. Ama se ka dhe debat mos japim ato, mos i shfaqim. Një sekond, tute. Me një skenar të një miku tim të vyer, që është më shkrimtari talentuar Teodor Laça. Dhe është momenti, është fjala për filmin Përballimi, ku sekretari i partisë që është protagonisti kryesor në film shkon në fshat dhe është Shqipëria pas luftës së dytë botërore, shumë e varfër, pa bukë, me uri e kërcënuar nga uria nga të gjitha. Dhe sekretari shikon që në fshat, në mur, shvendosin një parullë e madhe. Plani 2 vjeçar do sjell begatin. Dhe sekretari, që është më realist, si duket, nga entuziazmi i fshatit, thot, shok, ç'është ajo parullë? Ne nuk do të jemi në gjendje të sjellim begatin për 2 vjetë. Ishin planet sipas Janë 5 vjeçare sigur kanë qenë, apo? Jo, 2 vjeçare në fillim, se ndihni modelin jugoslav në atë kohë. Pastaj ja u kthyem vazhduam tutjet e planet 2 vjeçare. Pra, çfarë duhet të them me këtë gjë? Pritshmëritë e mëdha janë krijuar që në moment reforma në drejtësi do sjell, do ul papunësinë, do sjell investime etj. Janë pritshmëritë jo të duhura, janë të më shumë të egzageruara? Janë të egzageruara. Mund të kthehet në një bumerang që... Fare, ka filluar të funksionojë, pa u vënë vend, ka filluar të funksionojë. Pa nisur dita e parë e punës e reformës në drejtësi, i ka dhënë rezultate. Ku janë rezultatet? Ku ishe? Shumë. Kemi parë deputet që kanë lënë mandatin, kemi parë shumë efekte. Si pasojë dekriminalizimit, jo reformës në drejtësi. Njerëzit, unë jam financiere dhe di që mendoj që shoqëria funksionon dhe me pritshmëri, edhe tregu ekonomik, domethënë. Njerëzit kur e dinë se çfarë do ndodhi nesër, fillojnë edhe rikalkulojnë edhe rishikojnë vendimarrjen dhe çdo gjë. Dhe do prodhoj dhe do disiplinoj politikën patjetër, dhe do disiplinoj edhe tregun dhe pa filluar akoma, se s'ka bërë asnjë ditë punë reforma në drejtësi. Dhe me gjitha të unë mendoj që ka dhenë efektet shumëta dhe theme dhe diçka tjetër. Sundimi ligjor nuk është koncept fare kësaj zone të botës, ama është përkrahur nga shqiptarët në një masë mbi 90%. Unë mendoj që shoqëria shqiptare, duke qenë shumë kohë në errësirë, ka një sens orientimi fantastik. Ka qenë errësirë në sundimin romana, queni çfarë doni, sundimin otoman, sundimin e mbretërisë, sundimin fashist, sundimin komunist, queni çfarë doni. Ama orientimin e ka ishtë mirë, sa të doj të integrohet me Europën në masën 95%, doj NATO 95%, doj sistemin e drejtësisë, pa e ditur se që do me thënë në masën 95%. Shifra totalitare. Lullim polare ka shumë të madh, për 90%. Janë totalitare si... Ato skenarat, unë si sola nuk më duken totalitare. Dëshira e qytetarëve është si të thojë pyesësh njeriu, e do jetën apo jo. Jo, më fal. Lutem. Tash sondazhet thonë kështu. No, Republika Çeke u antarësua në Bashkimin Evropian dhe Republika Çeke ishte për nga shkalla industrializimit. Jo, mbështetja 90%, 95%, 97% është totalitare. Ose artificiale, rrezikon tjetë artificiale. Po them që shqiptarët përkrahen një koncept që nuk e njohin, pa e ditur, sepse mendojnë që me të vërtet do t'i përmirësoj jetën, sepse janë zhgënjur me realitetin e tyre. S'është kritike. Unë mendoj që e përkrahen pa e ditur, se ato koncepti rule of law e kemi lexuar në të dy libra. Shumica qytetarë po t'i pyesësh nesër, duke qenë kaq të zhgënjur me mënyrën si funksionon drejtësia, që s'është drejtësi, është një mall që shitet dhe që ble, dhe kjo s'është demagogji. Jo, po e kanë parë edhe si mënyrë për të fituar ndershmërisht pa paguar gjyqet, ë? Si? E kanë parë dhe si një mënyrë pa korruptuar për të fituar gjyqe, për balljet me shtetin. Pa e kuptuar dhe pa e hyrë kaq thellë sa i hym ne, është sistem anglosakson apo si? Se unë mendoj që shqiptarët kanë shumë mirë orientimin. Nuk i ka mësuar njëri të duan Europën, të duan NATO-n, të duan demokracinë, se ju thatë, më falni, dhe do ta mbyll dy fjali. Se ndoshta a fillon apo funksionon. Tashi, unë e kuptoj 25-27 vjet. Po për pritshmëritë, që jemi... Po, pritshmëritë. Janë të egzageruara dhe? Jo, nuk janë të egzageruara. Ne, tash 25 vite na duken shumë e gjatë në jetën tonë. Ama demokracia sot funksionon shumë më mirë se ç'funksiononte para një çerek shekulli, që është kaq në jetën e një kombi, kaq. Ne kemi humbur 1000 vjeçar. Sot demokracia funksionon shumë mirë. Do t'i duhet 5 vjet, do t'i duhet 10 vjet. Është shumë pak në historinë e një kombi. Ne i duam në jetën tonë vdekatarët i shohim patjetër ato frytet, por unë mendoj që si kauzë shumë e drejtë, sepse është therrse. Dhe demokracia sot funksionon shumë mirë. Drejtësia mbas 2 vjetësh ka për të funksionuar shumë mirë. Unë jam shumë i bindur në këtë pikë. Funksionojnë në Rumani, funksionojnë në Kroaci, do funksionojnë në Shqipëri. Se më fal edhe një, arkitektura që na është dhënë nuk është e jona. Është shumë e mirë, është shumë e saktë dhe do funksionojë.
Unë jam dakord dhe kjo është e mira kur ulesh edhe bisedon, përveç pjesës kur bërtasim dhe nuk dëgjon dot asnjërin. Unë jam dakord me atë që tha Ervini se pjesa e sundimit të ligjit nuk është një ndodhi kaq e zakonshme në këtë rajonin apo këtë pjesën ku jetojmë ne. Për këtë arsye, sepse nuk ka respektim ligji, ka regjime apo pushtete dhe qeveri të cilat rendin të jenë më autoritare, të cilat rendin të mos respektojnë standardet, e thënë ndryshe në të përditshmën tonë të mos ju bëhet vonë fare se çfarë mendojnë qytetarët, se çfarë mendon media, duke i lënë edhe medias një pjesë vetës përgjithësisë në gjithë këtë histori. Jam e bindur nga ana tjetër se reforma në drejtësi me të vërtet është një reformë për Shqipërinë e cila do të ndajë dy kohë. Kohën dhe kulturën e mos ndëshkimit dhe të mos respektimit të ligjit, me kohën e zbatimit të ligjit. E di që kjo nuk do të ndodhë për 1 vit, as për 2 vjet, me plan 2 vjeçar, ka gjasa që të mos ndodhë as për 5 vjet, në ato rezultate dhe atë pritshmëri të lartë që mund të justifikonte 90%, apo atë masivitetin e firmosjeve që të them të drejtën është një manipulim i pastër i ngjarjeve të ditëve të fundit me vettingun. Me që vjen puna tani për mënyrën se si ne i qasemi gjërave tona më të rëndësishme. Kam përshtypjen që edhe në këtë rast, në rastin e debatit të shtuar gjatë gjithë kësaj kohe, pavarësisht se unë e di shumë mirë se sa rëndësi ka reforma në drejtësi, e dim gjithë këtu kushtin e shkruar në letër që ka vendosur Komisioni Evropian për vettingun, pikërisht sepse mendon që është një nga reformat dhe një nga momentet i cili do të hasë në rezistencë. Por mënyra se si ne e kemi manipuluar së brendshmi, duke ja lënë më tepër pjesë të efektit të bërjes përshtypje tek qytetarët, pra ju po dëgjoni sot në çdo artikulim publik, vettingu zëvendëson temën për papunësinë. Vettingu justifikon, ose më saktë justifikon mos mbajtjen e premtimeve për punësimin. Vettingu justifikon dështimet në sistemin shëndetësor. Vettingu, kam dëgjuar dje në Vlorë nga kryeministri, ishte fajtor edhe për tragjedinë e Otrantos 20 vite më parë, sepse gjyqtarët nuk kanë çuar para drejtësisë ata të cilët nuk ose përgjegjësit e asaj tragjedie. Vettingu është përgjegjës për 2 kilometra apo 10 kilometra rrugë që nuk shtrohen sepse njëri nga pronarët e firmës apo kujt mund të ketë korruptuar një punonjës apo një zyrtar. Po përdoret vettingu si alibi. Po them që vettingu po përdoret për të harruar gjithë problemet e tjera që janë në këtë vend. E para një të vërtetë të cilën dua ta qartësoj dhe të jem fare e qartë. E dëgjoj çdo ditë thuhet se Partia Demokratike nuk e ka votuar vettingun. Pra nuk do ta votojë vettingun. Madje nuk më vjen mirë edhe kur marr komentet në Facebook kur njerëzit thonë shkoni dhe votoni vettingun. Sepse mbase ka ngelur pezull dhe askush nuk i shkon për ta sqaruar deri në fund për interesa të ndryshme, se ligji i vettingut është votuar një herë në parlament. Është votuar në shtator të këtij viti. Partia Demokratike nuk e ka votuar. Ku ne nuk e kemi votuar. Për qëndrimet tona. Dhe tani votohen komisionet të cilat do të bëjnë vettingun. Por në këtë periudhë ku jemi, pra në këtë periudhë kohore, dhe në fakt unë habitem sepse nuk është bërë edhe pjesë e diskutimit mediatik. Sot ne nuk kemi mbritur tek dita për të votuar komisionet të cilat do të jenë përgjegjëse për kontrollin e figurave të vettingut. Ju e mbani mend që në seancën parlamentare kur u diskutua dhe kur do të ngriheshin komisionet e përbashkëta, pra të cilat janë barazi ndërmjet opozitës. Partia Demokratike bojkotoi, nuk është në sallë. Jo vetëm, kryetari i grupit parlamentar socialist zoti Ruçi u ngrit dhe tha, janë 29 kandidatura për 29 vende. Pra e riktheu dhe një herë procesin e përzgjedhjes së atyre që do të hyjnë në listën e kontrollit, se fjala vetting është bërë tashmë shumë njerëz dhe nuk e dinë se për çfarë përdoret, që është kontrolli i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, e ktheu dhe një herë duke nisur nga e para tek avokati i popullit. Pra ju sot e keni bërë lajmin. Besoj 100 kandidatë janë deri tani. Deri në orën 12 është e hapur gara për ata të cilët do të kandidojnë për të qenë pjesë e këtij kontrolli, që do të thotë mbas këtij momenti, mbas orës 12 të natës së sotme, kemi ligjërisht edhe 3 javë kohë, jo ne, Partia Demokratike. Ka 3 javë kohë institucionet e shtetit nga avokati i popullit, pastaj institucioni i ngritur si organizëm ndërkombëtar i monitorimit, për të shqyrtuar kandidaturat e reja në proces. Pra për momentin e votimit apo jo, kemi akoma kohë për të diskutuar. Pra mund të shkojë Partia Demokratike në parlament ta votojë. Po ja jap detaj teknik për të shmangur zhurmën e deri sotme. Megjithatë, që të jemi shumë të qartë. Shqipëria ka një problem madhor që askush nuk e mohon dot. Ka problemin kryesor që ne nuk e shohim realitetin në sy. Ne nuk kemi një vend që kemi standarde të larta demokratike. Dhe këto nuk mund t'ja kërkojmë sigurisht atij që nuk ka bukë dhe atij që është i papunë në shtëpi. Kjo është përgjegjësia jona. Në shkelje të këtyre standardeve demokratike,
kush më shumë dhe kush më pak në momentet saktuara ka lënë gjurmën e vetë. Por sot, dhe ky është momenti kryesor historik, unë besoj që nuk mund të anashkalohet vullneti për t'i dhënë mundësinë dhe kthimin vëmendjes realizimit dhe kryerjes së një palë zgjedhjeve ku ne të mos na vi turp. Ku unë, kur të shkoj nesër në garë në një zonë elektorale, qoftë edhe Ervini, mos kemi përpara ca që fryhen sepse kanë pushtetin e paras, dhe ku fushata transformohet dhe përfundon në fund, është rasti më pak i dhimbshëm se mund të jenë edhe njerëz me precedent kriminal, siç e kishim edhe në parlament. Dhe ku fushata dhe vota në fund deformohet. Tani do të thoni që pse do të kujtohemi ne kaq vonë? Ka mekanizma të tjerë, është komisioni parlamentar i ngritur për të zbatuar rekomandimet e OSBE Odirit. Tani ne këtu jemi. Në Shqipëri jetojmë, asnjëri të mos guxoj që t'i thot gjërave me një titull ose t'i veshë me një ambalazh të bukur vetëm për t'i prezantuar bukur. Nuk ka ardhur e keqja e këtij vendi, tha Ardiani pak më parë, as nga komisionet e përbashkëta, as nga ligjet e votuara. Ka ardhur nga mungesa e vullnetit politik për t'i zbatuar këto ligje. Përfshirë dhe reformën drejtësi, përfshirë dhe rekomandimet, të cilat nuk e di se sa Ervini është ndjeni. Por është për herë të parë në historinë të paktën 15 vjeçare që rekomandimet e OSBE Odirit, pra ne hymë në një palë zgjedhje ose do të hymë në zgjedhje, pa plotësuar rekomandimet e OSBE Odirit prej 3 palë zgjedhjesh të fundit. Janë 52 rekomandime. Mirë tani në fund që nga problemi su largua Partia Demokratike nga Komisioni i Përbashkët. Po aty ishin dhe rekomandimet e zgjedhjeve 2013 dhe rekomandimet e 2015. Dua të them Ilva që gjërat duhen parë në sy. Sepse nuk vuajti as ligji i dekriminalizimit, nuk vuan sepse nuk u hartua një ligj, pavarësisht se ai ligj mund të ketë probleme shumë të ndaja, por vuan nga zbatimi në terren, vuan nga fakti që ti e nxjerr tjetrin nga dera, e përjashton kryetarin e Bashkisë Kavajës, e heq kryeministri dhe del mbas një javë dhe prezanton ministrin aktual sotmin, i cili do të ishte kandidat në Kavaj, që në mendimin tim personal më shumë i ka bërë dëm se sa i ka bërë nder duke e prezantuar. Pra, është më mirë koha që t'ulemi dhe t'i shohim gjërat në sy, me gjithë problemet që ka ky vend, me gjithë frikrat, unë nuk e vë dorën zjarr për askënd përveç vetes time. Sigurisht që nuk i ndaj njerëzit sot as më të mirët në PD dhe as më të këqinjt në PS. Shqipëria ka nevojë për njerëz me vullnet, të cilët kenë mundësi të ndryshojnë një herë e mirë këtë katrahur, e cila sot ka, ose në cilën sot gjobën më të madhe e ka mënyra se si ne kemi bërë politikë. Atëherë, zonja Bregu, nëse e kuptova mirë, Partia Demokratike e ka të hapur opsionin që të shkoj për 2 javë, 3 javë për të ngritur komisionet për vetingun në parlament? Unë nuk po them këtë, sepse unë nuk flas në emër të Partisë Demokratike, unë po flas në emrin tim. Mendimin tuaj, a duhet shkoj ta votoj? Për mendimin tim e kam thënë dhe e përsëris. Mos votimi edhe i këtij detyrimi pra për ngritjen e komisioneve të përbashkëta, i cili në fakt ka këtë format për shkak se e kemi kërkuar ne. Kërkesë e Partisë Demokratike. Është kërkesë e Partisë Demokratike. Dhe ajo reforma në drejtësi ka ato formë dhe votuan korrik për hir të atyre ndryshimeve që gjatë rrugës u bën nga Partia Demokratike. Dhe kjo është tërësisht normale, pavarësisht toneve të larta. Normale është që në fund palët të bien dhe të miratojnë një dokument i cili të ketë vull përbashkët, sepse nuk është një reformë që do të ketë ka ciklin vetëm të qeverisë që është në fuqi. Do të kalojë 1 qeveri, 2 qeveri dhe 3 qeveri. Nuk ka qenë lehtë në asnjë vend, nuk ka qenë lehtë as në Rumani. E njëjta situatë ka ndodhur në Rumani. Ka shkuar në gjykat kushtetuese, është kthyer mbrapsht, nuk ka qenë lehtë, sepse të ndryshosh kulturën, sigurisht po flas për kulturën e moszbatimit të ligjit. Nuk është e lehtë. Ajo që ju thash pak më parë dhe po e përsëris sepse e kam shumë qartë që tani fillon edhe do kenë filluar titujt e portaleve. Fillojnë titujt dhe me që askush nuk do të dëgjojë dhe të lexojë, po janë gati vetëm të interpretojnë, po e them edhe një herë. Ne kemi votuar reformën drejtësi. Nuk është Partia Demokratike kundër reformës në drejtësi. Pik. Sigurisht që nuk ka asnjë interes politik që reformës në drejtësi mos i shkohet deri në fund nga Partia Demokratike, nga gjithë parlamenti. Pik. E përsëris që kjo është një kohë me ngjarje dhe me zhvillime. Nuk flas në emër të askujt, por nuk do doja që vendi të hynte në një impas dhe absolutisht asnjëherë nuk do doja që të manipulojë reforma më e rëndësishme për shqiptarët, sikur dëshira e madhe për zbatimin e saj qëndron nga ana e majorancës dhe kundërshtia nga ana e opozitës. E kuptoj. Kjo është një thirrje edhe brenda partisë suaj, që të mos i lejojnë ti manipulojnë. Kjo është qëndrimi im në studion tënde. Faleminderit, zonja Bregu. Po, Ervini se ka politikisht tani nuk ja mohoj dot të minutazh. Një të 10-ën. Se kam problem mos e bëj debatin partiakët se tani do e ketë përgjigje partia politike ai. Debatin të gruas. Jo vetëm se e di që s'do bëj lajm në atë që them, ndryshe nga zonja Bregu, jo thjesht për respekt, po dhe besoj që e drejta është më e shkurtër apo më kërkon më pak kohë për t'u sqaruar. Për te pjesës taktikës gabuar, ndoshta të papjekur zotit Basha,
Kjo ishte një javë e çuditshme, pra shkojnë në Amerikë, Amerika tha nuk e mbështesim, sot ka folur Bundestagu Gjerman, kam folur Parlamenti Evropian dhe gjitha thonë që Partia Demokratike duhet kthehet në parlament, ta lërë bojkotin, sepse investimi kryesor dhe prap vjen ke reforma në drejtësi, sepse nuk ka asnjë gjë, sado që t'i vim vërdall kësaj kaçube të madhe, po në qendër është reforma në drejtësi. Dhe është një proces politik, sepse ashtu si u miratua në formatin që kishte dhe para 2 vjetësh, ne do kishim fituar 2 vjetë kohë, nëse të gjithë bashkë, si me datë 21 korrik, do ishin çuar më në fund dhe të votonin 140, në 140 në atë format që na është dhënë. E njëjta gjë do kishte ndodhur më parë. Do kishim fituar 2 vite kohë, sot do ta kishim parë të zbatuar, do kishte frikë çdo kusht manipulonte zgjedhjet, sepse ajo që ndodh në Shqipëri është që nëpërmjet një kartharsisi apo një larje në lumin Jordan aty, politikanët mjaftojnë që të bëjnë rotacione dhe nuk shkojnë në burg për abuzimet financiare apo vjedhjet apo manipulimin e zgjedhjeve që bëjnë. Thjesht shkojnë aty bëhen pra parlamentar dhe nuk futet fare në funksion ligji, pra giotina e ligjit nuk funksionon. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri është politikanët ndronin krah dhe vazhdojnë edhe nëpërmjet rotacionit bëjnë një katharsis, lahen aty, dalin të pagzuar prapë dhe vazhdojnë marrin postin e vet. Asnjëherë s'janë dëshkuar. Kjo nuk do ndodhte në të gjitha rastet. Kjo nuk do ndodhte nëse Ja ta përfundoj. Unë 2 minuta folja. Po, vazhdo, përfundoj. Jo, unë jam gati zonja Bregullet të flasi 5 herë më shumë se unë. Po unë dua 1/5 në du, timen. Atere, ka 2 gjëra. Jo fare më, se jam unë për viktim, as nuk e luj. Përfundoj ndërkohë, përfundoj. Atere, e para, procesi është dëmtuar shumë, sepse shumë të rinë kuirajoz, jurista, ekonomista të mirë, të shkolluar jashtë, po në mos ta kishim parë procesin e politizuar, nuk do kishte 100 aplikantë, si fatkeqësisht kemi, do kishte pasur 1000, sepse u bë ping-pong politik, se pranon PD-ja, se pranon PS-ja, kjo do bëhet për hakmarrje e gjitha bashkë. Dhe po të kishte pasur rrjedhjen e lirë. Edhe sepse kushtet janë të vështira, gjithë bashkë kemi rënë dakord punë madhe. Kushtet janë bërë për njerëz. Ne, dakord pra, po ne kemi dhe ne dim shumë mirë, po dhe ne dim shumë mirë që edhe partnerët tanë ndërkombëtar mjaftojnë që njerëzit jenë të pastër dhe të jenë vullnet plot, dhe disa kushte formale mund të shihen rrugës. Ta mbaroj. Atere, kjo që dua të them është, nuk kishte pse kushtëzonte bojkotin. Unë e di që ne jemi në territor elektoral. Tash këto janë gjitha argumenta politike shumë të mirë elektoral. Sillin në fushat, janë bindse, mund t'ju japim pushtetin, ama sillin në elektorat dhe nuk kishte pse diskutohej fare apo të kushtëzohej reforma në drejtësi që duan 90% e shqiptarëve, dhe unë i qëndroj kësa dhe 95%, pra e duan demokratët dhe socialistët, e duan më shumë, për një çështje që ka të bëjë të paktën apo në masën më të mirë me 50% popullatës, ta zënë sikur PD do marrë 50% që është shumë e diskutueshme. Dhe këto janë 2 argumentat që doja të thoya. Kaq kisha unë. Okej, po. Vetja nuk kundërshtoj asnjë gjë dhe nuk kam ndërmend që të them asgjë më shumë se sa ajo që thash. Po ju them që kjo rrugë e ecjes tonë atje ku duam të shkojmë sepse kemi zgjedhur ne si një model më të mirë, me standarde më të mira, e thonë më ndryshe për t'i aplikuar dhe për ta modernizuar vendin së brendshëm, siç tha zoti Rakipi pak më parë, nuk është me një shkallë. Dhe në këtë rrugë askush nuk mund shmang asnjë përgjegjësi. Qoftë ajo e reformës në drejtësi, qoftë ajo e zhvillimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Qoftë ajo e respektimit të standardeve evropiane, apo e gjithë detyrimeve të tjera. Pra, nuk është rrugë me një shkallë. Po t'ishte rrugë me një shkallë, do t'kishte mbaruar vite më parë. Dhe standarte mbi standarte dhe mbi vendosje, nuk do t'i bëjmë punë njëri tjetrit në rast se do të shihen sikur janë përjashtues. Nuk janë përjashtues. Ecim bashkë. Edhe reforma në drejtësi, edhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Sigurisht, edhe ajo gjoba që i vun vetes me ligjin e dekriminalizimit na duhet, sepse kishim elementi vetëm parlament, po flasim në administratë. Edhe respektimi i administratës, edhe respektimi i drejtave të njerëzit. Ecin të gjitha bashkë. Nuk shkojmë duke tundur vetëm një flamur në Bashkimin Evropian. Po. Tani është e qartë që Linda dhe Ervini janë përfaqësojnë dhe grupe politike, parti politike. Po, unë do thosha që konflikti politik në Shqipëri, që sot është në një moment vërtet kritik, që ka të bëjë me zgjedhje dhe me legitimitetin e zgjedhjeve, ka qenë një karakteristikë themelore e tranzicionit shqiptar që e ka dëmtuar fakt procesin edhe të integrimit evropian dhe të zhvillimit të vendit. Dhe fakt, pavarësisht se të dyja partitë ose të gjitha partitë politike shqiptare bien dakord që integrimi evropian 90%, s'kemi asnjë diferencë
në vendet tjera ka pas probleme me partitë politike, me organizata me influencë, që i kanë qenë kundër Bashkimit Evropian. Në Shqipëri nuk është rasti. Pra, pavarësisht nga ky fakt, ne kemi një konflikt politik dhe mungesën e një... Jo deri sot. Lutem. Mungesën e konsensusit minimal për gjërat që janë themelore. Dhe për shembull, sigurisht, reforma në drejtësi është një gjë themelore, si të tjera reforma të tjera strukturore, e cila kërkonte me domosdo, është një sipërmarrje e përbashkët të gjitha partive politike. Sepse po të nisemi me konceptin që ky është viti 0 kur viu në pushtet, socialistët jemi të qartë, morën një Shqipëri që ishte antare e NATO-s dhe me një Shqipëri e cila kishte nënshkruar një marrëveshje me Bashkimin Evropian për lëvizjen e lirë, e cila është në fakt gjëja më konkrete që ka dhënë, siç thamë ne, impakt të jashtëzakonshëm për të gjithë shoqërinë shqiptare dhe modernizimin e Shqipërisë, zhvillimin e Shqipërisë për të gjitha kategoritë. Por kur them që nevojitet një konsensus minimal, nuk mund të shkosh me idenë që ne jemi me për reformën në drejtësi dhe jemi me perëndimin, me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju jeni kundër reformës dhe jeni kundër perëndimit. Ky ekuacion është manipulim. Jo, nuk është në flet për një vullnet politik për të bërë reforma të cilat do ndryshojë vërtet vendin. Po thjesht për përdorimin politike. Se mos e heqin këtë kartë, për shembull, dhe të shkojnë ta votojnë. Ti heqin këtë mundësi maxhorancës që të luajë me këtë dhe të shkojnë ta votojnë. Se nuk është edhe nga ky këndvështrim thënë. Ti heqin këtë mundësi për manipulim. Jo, kjo ka qenë konsistente, Ervin. Ti do të kthemi se kthesh në histori. Jo, në histori. Aktualisht kemi konkrete. Jo, edhe konkrete të japun. Kjo ka qenë konsistente nga partitë politike se ne këtu kemi qenë. Domethënë nga shumica është, si thua, ushqyer opinioni publik që opozita është kundër reformës. Kjo nuk është vërtet. Nuk sa ty tani. Unë mendoj që është një kast brenda Partisë Demokratike që nuk e do. Sepse ti thua Mogherinit, domethënë një zonjë nderuar që nuk flet sot në emër të Bashkimit Evropian, vjen aty dhe ajo një orë mbasi largohet, jashtë çdo konceptit mikpritjes shqiptare, aq më tepër për një zonjë të fillon të thuhet çfarë tha ajo dhe të bësh show televiziv. Pastaj të thuash ambasadori amerikan nuk paraqet shtetin amerikan, pastaj të thuash departamenti i shtetit amerikan nuk paraqet këtë. Pastaj të thuash që Gjermania nuk e ka se s'di çfarë do të thotë. Të gjitha këto, pra ky koncepti i enkapsulimit dhe i mbylljes në atë mentalitetin komunist e shofi armikun kudo, armikun e jashtë. Mua tashim më të fut në të mendoj që ka një paranoja brenda një kaste ose një grupi të caktuar. Unë s'po them që e gjithë këta bëjnë lojën e rusit, e gjithë kjo pjesa. Nuk e them fare këtë. Jo, nuk e them. Ervin, ti ke jetuar 2009 dhe 2013 në politik, për të folur për paranojën dhe për historitë se sa perëndimin bëhet. Atëre paranoja është e vërtetë. Paranoja ti kur fillon Ervin lutem. Jo, do të them paranoja është e vërtetë me këto që po them. Paranoja fillon kur tash nuk mund t'i thuhet Mogherinit që s'flet për Bashkimin Evropian dhe s'mund t'i thuhet zëdhënësit që ka thënë dhe sot i Bundestagut ka thënë që është investimi jon, bojkoti është i papranueshëm, Partia Demokratike do të thënë në parlament. Sepse është investim dhe është një reformë të bëhet bashkë. Vetëm shkurt. Jo, unë e mbylla. Po thosha këtë gjë. Te ide te kërkimi i armiqve. E cila në një rast filozofik mobilizon mbështetësit e tu. Dhe në shoqëritë ballkanike, probabilmente kjo funksionon shumë. Shikoni Gruevsin sot çfarë bën. Me një armë që duket në mënyrë amatoreske ja dham dorë. Po djeg shtetin e vet për interesa personale. Ne s'kemi arrit deri aty. Ajo është për të diskutuar. Por po them këtu nuk është me dëshirë, po them është me paaftësi. Koncepti im, ideja ime Ervin ishte kjo që drejtuese, është paaftësi drejtuese. Për reforma strukturore, siç është reforma në drejtësi, për çështjet themelore që kanë të bëjnë, këto janë sipërmarrjet të përbashkëta të partive politike, të opozitës, e cila është sot Partia Demokratike, nesër do jetë Partia Socialiste, dhe të qeverisë, që sot është PS-ja me LSI-n, nesër do të jetë një forcë tjetër politike, ose mund të jetë një tjetër që do vjen. Pra, nëse do shkojmë me këtë ndarje që me mua fillon viti 0 është me mua. Faktë, po asnjëherë s'është thënë kjo. Thjesht për të kthyer tek BE-ja, unë edhe për ta lidhur me fjalën me konceptin e paranojës, do të thosha që një destabilizim i situatës në Shqipëri, që ka qenë faktor stabiliteti dhe që është faktor stabiliteti deri tani në Ballkan, është një paranojë BE-s. Edhe nga kjo pikpamje,
mos hyrja në parlament ose mos zhvillimi i zgjedhjeve është një skenar që Bashkimi Evropian nuk e don në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, domethënë është kaq implikuar, mund ta quajmë dhurat, mund ta quajmë detyrim, kjo varet se si e konsiderojmë neve. Nga ana tjetër, për të referuar paksa edhe diskutimit politik që patëm përpara, desha të them që integrimi në Evropë ose në Bashkimin Evropian nuk është vetëm projekt politik, mbi të gjitha është projekt personal. Edhe personalisht mund të them që Personali kujt? I çdo personi. Personali i vetvetes. Domethënë mund të them qytetarëve, çdo familje. I çdo personi, i imi, i shoqërisë. Është edhe këtë mund të them nga përvoja ime personale. Domethënë duke pas parasysh faktin që kam jetuar 20 vjet jashtë Shqipërisë për të kthyer në Shqipëri këtë vjet e fundit, duke pas parasysh e faktin që kam punuar 10 vjet për Bashkimin Evropian direkt. Kështu që është me të vërtetë diçka që duhet ta jetosh, duhet të kërkon një përkushtim afatgjatë. Si mund t'i bashkohemi, si mund t'i afrohemi Evropë? Jemi në Evropë, si mund t'jemi pjesë e BE-s? Por mendimin tim është diçka që ka të bëjë me nga kemi ardhur, edhe sa kohë na duhen për ndryshuar, për të bërë pjesë e tyre. Për mendimin tim, përpjekjet që i bëjmë neve tash, i bëjmë për fëmijët tanë. Duam që fëmijët tanë studiojnë jashtë? Duam, por në qoftë se duam, atëherë duhet t'i krijojmë dhe kushtet, edhe mundësit që në i lënë fëmijët tanë të shkojnë në Bruxelles, në Francë, në Berlin etj. Kjo është diçka që kërkon investim, kërkon përpjekje edhe një çik më tepër marrëveshje ose bashkëbisedim. Dialog, kompromis, dialog, diskutim. Akoma më mirë për neve. Duan flasin telefon me të njëjta tarifa siç flasin vendet anëtare me njëri tjetrin. Duhet përfitojnë nga fondet strukturore. Duhet marrin nga fondet bashkitë dhe pushteti lokal, duhet bashkojnë rajonet ndërmjet vendeve të ndryshme siç përfitojnë paguajnë taksa. Në kështu më radhë. Pas publicitetit vazhdojmë pak do të flasim për rrezikun që ka Ballkani, rreziku rus apo gjithçka tjetër që mund ta kërcënojë terrorizmi dhe siguria. Si? E kanë titull. E kam dhënë titull. Pas pak rikthehemi. Atëherë jemi rikthyer në pjesën e fundit të debatit. Zonja Bregu, portalet janë me bomba e bregut. Bashkimi Evropian jep 700 milion euro grande për Shqipërinë, por duhet vetingu. Paka shumë është një shkurtim i deklaratave që... Unë thash 700 milion euro investime për ujësillës kanalizime 2014-2020, por se si e kanë lidhur? Nuk e thau këtë, nuk e dëgjuam këtë gjë. E kanë dëgjuar portalet, por isha e bindur që gjithsesi do të bashkohen fjalët për të bërë tituj bombastik. Fake news, janë fake news. Fake news. Ose tituj që shesin. Ti e ketë regjistruar me video, kështu që e ke shumë kollaj për ta. Patjetër do e ndjekim të plot. Meqense se folëm pak më herët për rrezikun që ka Ballkani, për rrezikun e sigurisë, për terrorizmin, por edhe për mënyrën se si do të integrohet në Bashkimin Evropian, kam veçuar një deklaratë Juncker, drejtuar zëvendës presidentit amerikan Mike Pence, më pak regjia ta kemi në ekran. Mos e thoni këtë, thot, mos ftoni vendet e tjera të largohen nga Bashkimi Evropian, sepse nëse Bashkimi Evropian shpërbëhet, do të ketë luftë të re në Ballkanin perëndimor. Po flet për luftë Juncker madje. Nëse i lëm vetëm Bosnjën, Hercegovinën, Serbinë, Maqedoninë dhe Shqipërinë, do të kemi luftë sërish. Për herë të parë në një histori post-lufte kemi një president amerikan që jep përshtypjen që nuk është interesuar për çështjet europiane. Dhe kjo është vënë re jo vetëm për BE-n, por edhe për NATO-n dhe për mënyrën se si artikulimin që ka pasur administrata Trump ndaj këtyre çështjeve. A ka rrezik real, Bert? U gjet dhe deklarata. Në fakt duhet pranojmë që aktualisht Ballkani, me përjashime shumë të vogla, shtetet e Ballkanit ndodhen në një limbo politike, po ta themi kështu. Dhe më kujtohet për shembull komisioneri britanik i zgjerimit, Chris Patten. Ai në një fjalim të famshëm thoshte që duhet të jetë qenë 15 vjet më përpara, që në Ballkan ndodh si në atë vallën e kënduar, bën 2 hapa mbrapa, 2 hapa para, 1 mbrapa. Po ndonjëherë ndodh thosh që bën 1 hap para dhe 2 hapa mbrapa. Zgjohesh në mëngjes kur ke një pranverë me diell të qashtre të gjitha dhe në mbrëmje është ftohtë dhe mund të vijë furtuna. Dhe po ta shikojmë, kemi një limbo politike prej 2 vjetësh pra një ngësht të madh politik në Maqedoni. Kemi zhvillime kontroversale të cilat nuk flasin për mirë në sigurisht në Kosovë. Kemi status quo-n e përreshme në Bosnjë Hercegovinë. Nuk ka
nuk ka ndonjë progres. Po të shikosh të marrëdhënie ndërshtetërore për shembull midis Serbisë dhe Kosovës, është ndërprerë dialogu dhe ka pas disa zhvillime provokative me të shqyrtojnë trenin e luftës, në fakt duhet të thënë në Kosovë. Ndërkaq kemi Shqipëria po shkon drejt një tjetër limbo politike dhe të gjitha këto zhvillime, duke përjashtuar deri diku Serbinë, e cila duket më me një qëndrueshmëri të madhe dhe për shkak të një historie tjetër, kemi zhvillime problematike të cilat edhe në qoftë se nuk do të kenë implikime që lidhen me sigurinë dhe stabilitetin, në fundin do të prodhojnë një status quo e cila absolutisht mund të krijojë probleme të rrezikshme edhe për sigurinë dhe për stabilitetin. Kështu që ky është një mjedis i favorshëm për populistët, për lëvizjet populiste, për nacionalistët, dhe kemi parë që në qendra të ndryshme në kryeqytetet e Ballkanit, shoqëritë ballkanike, kuotat e nacionalistëve, të populistëve, të këtyre lëvizjeve janë rritur, por sigurisht është një parajmërim i administratës amerikane, zëvendës presidentit. Në fakt edhe një numër politikanësh, po dhe studiueshësh, po e shikojnë përfshirë për shembull Carl Bildtin, që është një emër i njohur dhe njohës i mirë i Ballkanit, por dhe studiues tjerë dhe studiues kanë vënë në dukje që Ballkani ndodhet në një moment pak të delikat. Kush ka interes për një luftë në Ballkan apo një konflikt në Ballkan? Kush ka interes në gjeopolitikën aktuale? Po besoj që tani duke përjashtuar teoritë e konspiracionit, të cilat unë nuk i besoj, sigurisht që ka një numër fuqish jashtë Ballkanit, të cilët janë interesuar të kenë influencë në Ballkan. Siç është Bashkimi Evropian, që ka influencë dhe ne dëshirojmë që të ketë Bashkimi Evropian sigurisht, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët për një numër e thanash duken pak më të distancuara, Rusia, Turqia gjithashtu, vendet që i quajmë ne bota arabe, sigurisht, janë një numër aktorësh ndërkombëtar të cilët, si thua, fuqi, disa për cilët janë fuqi të rëndësishme, siç është Rusia për shembull. Dhe pa diskutim fuqitë perëndimore, për cilat nuk ka asnjë dilemë të paktën në Shqipëri, po dhe në një numër vende të tjera, po dhe Turqia pra kanë një përpjekje për një influencë. Si realizojnë përpjekjet për influencë? Si realizojnë përmes investimeve? Çfarë prezence duhet kenë ata që të kenë influencë? Po, vendet janë të ndryshme në këtë kontekst. Për shembull, po të marrim rastin e Shqipërisë, influenca e aktorëve perëndimore është e padiskutueshme. Shqipëria gjithmonë ka mbështetur politikat perëndimore në Ballkan, në rajon, dhe nuk ka asnjë dilemë për orientimin pro-perëndimor të Shqipërisë. Kur është fjala për Rusinë, unë mendoj që nuk ka shanse që Rusia, si thua, të ketë një influencë dhe të orientojë zhvillimin politik, drejtimin e shoqërisë shqiptare, të shtetit shqiptar, si thua, të ardhmen e saj. Por, po të shikojmë, problemi është për një numër vendesh të tjera, siç është Maqedonia, siç është Serbia, por duhet mbaj parasysh faktin këtu që udhëheqësit politik të sotëm të Ballkanit dhe në çdo kohë në fakt janë përpjekur ta përdorin sa të mundin. Për shembull, po marrim Serbinë. Duke mbajtur marrëdhënie, duke zhvilluar marrëdhënie me Bashkimin Evropian, aktualisht që flasim është në procesin e negociatave, domethënë po ka hapur bisedimin për antarësim. Me gjithë kapitullin shtesë marrëdhënieve me Kosovën, por është në avangardë në krahasim me vendet e tjera, dhe në njëjtën kohë përpiqet të mbajë dhe të zhvillojë marrëdhënie me sigurisht me një alat tradicional që ka të bëjë me historinë, me kulturën, me fenë, me historinë, me të gjitha. Duhet mbajt parasysh edhe kontekstet. Ka zgjedhje, më kujtohet presidencialet, më kujtohet Koshtunica? Po, i cili thoshte, mua më duhen 200.000 vota në Serbi, dhe do të kem këtë fjalor, do të kem këtë, si thua, politikë ndaj Kosovës. Pra në retorika elektorale, thua? Retorika nacionaliste, duhet mbajtur parasysh me votat. Me votat, por mos harrojmë faktin që populizmi është në modë sot. Është, si thua, është një ideologji e re, nuk ka asnjë ideologji të spikatur, të qartë, si thua,
populist mund të jetë edhe dikush që është i djathtë, edhe dikush që është i majtë, edhe dikush që nuk ka fare asnjë lloj ideologjie mbrapa. Pra, janë një numër faktorësh. Por unë besoj që edhe në rastin e Serbisë, studentët serb nuk besoj se shikojnë, nuk dëshirojnë të udhtojnë të emigrojnë në Moskë, për shembull, të shkojnë të studiojnë në Moskë. Jo, duan të shkojnë në perëndim. vendet e BE-s. Në vendet e BE-s. Pra, po të nisemi nga një numër kontekstesh të analizash, është e qartë që pavarësisht nga përplasja e interesave që mund të ketë një rikthim të interesave gjeopolitike, po në fundit shoqëritë me shkallë të ndryshme, sigurisht shoqëritë ballkanike ka një orientim që shkon me lirinë. Ndajmë pak kohën. Marian, rrezikun e Ballkanit deri në luftë, thot Juncker, nëse neglizhohet. Është një shqetësim që është i përrekshëm në Bruksel. Është një pyetje që vjen çdo 3 ose 4 fjali. Është një përkushtim i autoriteteve në Bruksel duke filluar që nga luftat, për shembull lufta kundër terrorizmit, e duke mbaruar deri dhe në skenare që janë akoma më të mëdha. Për mendimin tim, Ballkani po përmendet si një nga zonat më të dobta, më fragjile, më problematike, ku është shumë kollaj për ajo që quhet lufta asimetrike. Domethënë që me ndërhyrje shumë të vogël të mund të destabilizosh një rajon të tërë. Meqense për momentin, siç e përmendë edhe unë përpara, Bashkimi Evropian nuk ndodhet në gjendjen e tij më të mirë të shkëlqyer. Amerika po tërhiqet. Fakti që ministri i jashtëm, sekretari i shtetit, nuk mori pjesë në mbledhjen e NATO-s është një tregues mjaft interesant. Fakti që Rusia është gjithmonë më tepër e pranishme ose gjithmonë më tepër e guximshme, po tregon që ndoshta ka ardhur momenti që në Ballkan secila fuqi të shty lojtarët e tij çaut. A mund të ketë luftë reale, domethënë frontale? Për mendimin tim gjasat për këtë të paktën afat shkurtra nuk janë shumë ndaja. Ajo që quhet luftë është avancimi i pozicioneve të secilës, do thosha, qendër influence, që i përmendi dhe Bertin përpara, në një mënyrë që pastaj të negociohet duke nisur nga këto pozicionet avancuara. Me pozicionet avancuara ma shpjego pak, çfarë nën kupton? Me pozicionet avancuara është mundësia që të vinë në fuqi, për shembull, meqense ka zgjedhje ose ka pasur zgjedhje ose do ketë zgjedhje në vendet e Ballkanit, qarqe ose ndryshme ose lobe që mund të bëjnë kalimin e pushtetit politik nga njëra parti në partinë tjetër, ose që ndjekin këshillat e vllajt madh kudo që të jetë vllai i madh, ose që ndjekin politika që nga politikat ekonomike deri në politikat të thoshe geostrategjike që janë në interes të njërës apo tjetrës fuqi rajonale ose ndërkombëtare. Është momentin përpara ka qenë e padiskutueshme, ishte NATO-ja, ishte Amerika, ishte Bashkimi Evropian. Tashti është shumë interesante që janë futur në loja aktor tjerë. Aktor tjerë. Zoti Bushati pastaj zonë. Po. Kërcënimet për Europën sot dihen. Për Ballkanin. Jo, po ta nisim nga Europa. Ta nisim nga Europa, okej. Duhet ta kufizojmë pak. Vetëm Rusi, për shumë shkurt pra. Është ekonomik, a do bjerë euro. 2, a do fitojnë populistët, dhe 3 është lidhur me demokracitë liberale që mund të jenë së stilit të rus. Pra ku kemi një car që zgjidhen në mënyrë demokratike, le të themi, dhe vazhdon aty se mos ta kemi atë të frikën ta themi, që ariu rus tashit do përpiqet të jetë dhe këtu. Kanë filluar protestat në Rusi këto vizitetorë. E testoi në Gjeorgjin 2008-ën, e provoi suksesshëm në Ukrainë dhe mund shty influencën tash, jo pikërisht luftë, ndoshta ndryshimi i status quo-s. Pastaj a denigron në luftë, për ata është pak e rëndësishme se këtu jenë në fundet e asaj që ata quajnë zonë influence. Dhe kanë treguar në Hungari, ndoshta në Bullgari, sot brenda në zemër të Bashkimit Evropian, që janë 2 shtete, kemi demokraci të tilla që mund të suportohen apo mund të mbështeten. Dhe shpesh është politikanë që e kanë kaluar ciklin e tyre biologjik, për shembull si Maqedoni, që do ndrohej, patjetër që ju duket komfort që të mbështeten ndoshta në një ideologji që të kalojnë me ata për të qëndruar prapë në jetën e vet kur e kanë mbushur ciklin politik. Tani, për Shqipërinë mua më duket e largët, ne jemi vend në NATO dhe nuk jam dakord që është tërhequr Amerika nga skena botërore. Për mendimin tim nuk mori pjesë tek s'ka të bëjë. Ka thënë tillë është që s'do marr pjesë, samiti i NATO-s është në maj, po ka thënë që s'do marr pjesë, po Trump ka konfirmuar deri tani. Merret, lutem se e ke kaq merak, pse i do me minutazh? Ka rëndësi cilësia, jo sasia. Po mos më ndërpresë mika e filologjikë se ka me kaset. Tash unë nuk mendoj që janë tërhequr, pavarësisht se çfarë thanë. Në udhëtimet e para, në Japoni, në Kore, pavarësisht se çfarë thot zoti Trump, aq më tepër, ministri i mbrojtjes i jashtëm i Amerikës, domethënë State Department of Defense, kanë mbajtur qendrim shumë
njësoj me atë që kam pasur më parë, ndoshta edhe më të avancuar nga koncepti belik apo luftarak. Dhe nuk mendoj që janë të rrequr fare në këtë pikë, pavarësisht se në një moment mund të jenë thënë llafe të tjera. NATO është prioriteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk mund të tërhiqet nga ajo që e ka pjesë të vetën sot aq më tepër në Ballkan, që është bërë një investim kaq i madh dhe është mund zemër të Europës. Gjeografia e një rajoni si Ballkani ka bërë që të ketë shumë kombe. Në fushë as mund të ketë shumë kombe, se ka vajtur dikur një konkuistator e ka bërë një shtet gjithë Gjermaninë. Këtu janë shumë kombe se janë male që nuk janë futur gjithë, dhe kemi shumë kombe. Është shumë kollaj të ndezësh konflikte. Dhe ato politika që duken si influence, shpeshherë degenerojnë edhe në luftë në Ballkan, kështu që nuk është pa arsye ajo që thotë për mua zoti Juncker, dhe e ka thënë në momentin e dur, sepse kuptohet, tash kanë dhe zgjedhjet në Francë, ka të bëjë shumë kjo, domethënë. Por për mendimin tim, ta mbaroj edhe këtë, ka të bëjë shumë dhe cilësia e politikanëve. Demokracia liberale europiane apo në Europë dhe koncepti i integrimit duke mos pasur një sfidë reale, përsa kohë Rusia ishte e dobët dhe nuk ishte njëri të FSB-s që ta merrte dhe më në fund ndjej forcat, kuptohemi. Domethënë, nuk ka pasur politikan karizmatik. Ka kaluar politika në nivel teknokrat gati. Dhe më në fund, po shikojmë që po ringjallet politika. Dhe për shembull, Emmanuel Macron, mendimin tim, është një rigjetje apo është dalje në skenë e politikës franceze më në fund me njëri karizmatik, sepse politika europiane në përgjithësi dhe integrizmi si koncept kishte rënë në përgjumje. Dhe më në fund, për mendimin tim, do kemi një klasë politike që do shkoj prapë drejt Europës, unë nuk mendoj që do fitoj as Le Peni, në Gjermani jo, aq më tepër që shtylla kurrizore e integrimit europian dhe Europës sot është bashkimi është Gjermania dhe Gjermania është komplet e patundur në këtë pikë. Po dhe në Europë dhe në Francë mendoj që më në fund francezët po zgjohen dhe po shikojnë që të kenë prapë dhe në shumë shtetet e Europës do duhet të kenë njerëz që të mbrojnë europianizmin, po të jenë dhe karizmatik si lidera politik. Të Bregu, rreziku që i kanoset Ballkanit. Çfarë do të them unë tani, nuk do të jetë aq bombë ose nuk do të tingëlloj aq bombë sa ajo e mëparshmja. Megjithatë, rreziku prezent rus në Ballkan nuk është sot, ka vite që flitet, përflitet, ndërtohet, bashkjetohet me të. Shqipëria në fakt është vendi në Ballkan i cili në Ballkanin perëndimor, domethënë, këtë sinorin ton i cili nuk ka flirtuar ndonjëherë për marrëdhënie të mira me Rusinë. Megjithatë, kjo nuk e ka penguar që të ketë nga ana tjetër një rrezik i cili ndjehet kudo dhe që ka të bëjë jo me prezencën fizike të Putinit dhe të Rusisë në rajon, por ka të bëjë me replikimin e modelit të tij autoritar të leadershipit apo të putinizmit. Ky është rreziku real rus sot në Ballkan. Kur qeveritë, siç tha edhe Ervini pak më parë, mund të zgjidhen nga zgjedhje fake ose zgjedhje me standarde absolutisht të larta demokratike, të gjithë do shkojnë të votojnë, se si do të votojnë dhe se si do të numërohet vota është problem tjetër, pastaj na rezulton që standardet plotësohen në letra për të gjithë, por rezultati në terren është ky model i qeverisjes. Ky është rreziku real sot në Ballkanin perëndimor. E dyta, unë nuk dua të hy në detajet e tjera të kulturës tonë të përgjithshme gjeopolitike, por vazhdoj të besoj se nuk do të ketë ndryshim të linjës as qëndrimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në pjesën e tyre të politikës jashtme, për sa i përket Ballkanit perëndimor, sepse do të vazhdojnë të qëndrojnë atyre vlerave për të cilat janë investuar në Ballkanin perëndimor, që kanë bëjnë me sigurinë, me ruajtjen e paqes, të stabilitetit, të fqinjësisë, dhe të Montenegro të futej sa më shpejt për NATO, dhe për mos nxitjen e konflikteve ndërmjet vendeve. Megjithatë, askush nuk mohon që ka ndodhi, ka ngjarje dhe ka forma të ndryshme të entuziazmit pro-perëndimor apo pro-rus në vendet tona. Mua më ka bërë përshtypje para ca ditësh një sondazh në Serbi ku 62% e të rinjve shpreheshin se nuk donin që Serbia t'i bashkohej NATO-s. Dhe në fakt nuk arrin ta kuptosh këtë lloj paradoksi që jeton nga ajo që tham pak më parë dhe që është e vërtet kur të rinjt, sigurisht, por për të rinjt që nuk kanë atë lidhje emocionale me atë kohë, më duket prapë si pak artificiale si shqipër, sepse të rinjt që kanë zgjedhur perëndimin, studiojnë, duan të shkojnë, duhet ishin më mendjehapur. Megjithatë, kjo nuk ka të bëjë, nuk po duhet gjykoj asnjë nga vendet rajonit, por ky është një rrezik që ndjehet. Më vjen mirë që ka folur hapur për një rrezik dhe edhe presidenti Juncker, i cili në fakt në fillimin e tij bëri deklaratën më të pavend për zgjerimin kur tha që për 5 vite nuk do të ndodhi asgjë, që besoj që ka qenë një nga deklaratat që
mund të mos ndjehet me njëherë në vendet tona, po për ata të cilët rrinë me syrin dhe veshin hapur për gjurmuar se çfarë ndodh dhe se sa stabil dhe se çfarë perspektive ka integrimi evropian dhe sa i gatshëm është Bashkimi Evropian për ta shpejtuar këtë proces, sigurisht që ka lënë pesh. Unë do doja që sa herë që ne të flisnim për Europën dhe sigurisht për Shqipërinë, mos tingëllonte si diskutim metafizik dhe intelektual vetëm i yni, por do doja shumë që ta zbrisnim Europën aty ku qytetarët me të vërtet duan ta përjetojnë atë çdo ditë. Kështu që nuk e di, po nëse do ta pranoj edhe si sugjerim, nuk do të ishte keq edhe çelja e temave të veçanta me pushtetin lokal, për shembull, për diskutuar për problematikën e tyre, apo për biznesin, mënyrën se si ata e mendojnë qasjen në Europë. Patjetër, vetëm uroj që pushteti lokal të fillojë të merret me këtë tema që ne kemi mundësi të pasqyrojmë. Nganjëherë media mund t'i ngacmojë më shumë edhe për të marrë me çështjet reale dhe për të kujtuar se cilat do të jenë sfidat e tyre. Faleminderit Albert Rakipi, Marinda Bregu, Ervin Bushati, jam jashtë kohës. Vetëm nëse e ke batut. Jo, s'është batut. 20 sekondë, 10 sekondë. Moment që Europa mund të hapi shumë më shpejt derën për Shqipërinë, sepse po e ndjen që për të shpëtuar ndoshta edhe një krizë të vet, vetëm një integrim më i thellë dhe më i shpejt i vlen. Po. Dhe Ardian Hashkaj, faleminderit që ishe këtu, faleminderit edhe për vëmendjen. Natën e mirë.